Hey miq, jemi sot në intervistë me avokatin, po do ta bëjmë kështu me video call. Ai është për piacere atje në det, ka lezet shpirti. Edhe unë du ta kisha bërë këtë nga deti faktikisht, por nuk arritëm teknikisht ti sjellim gjonat në rregull. Kështu që unë në studio, avokati për qef në plazh. Adriatikun e jon. Adriatikun e jon. O avokat. Apo sa shkon muzika jote këtu mo. Po sa shkon muzika jote këtu mo valla. A me Sa gjimene? shkon nuk ta për sigurisht bëj pikërisht për plazh. Dupci. Ku që shaj? Promo bene u të low. Apo ka nga emisioni? Ka nga emisioni dhe ka nga Albania Tullat. Të gjitha shkojnë shumë bukur. Se janë tamam për këtë ritëm vere. Edhe ke pasur ti nga Adriatiku, nga Joni, me atë këngë, dhe ne avon titullin Bad Boys. Po, fix fare. E ke Se shkon me filmin tëtë. O i madh, filmi doli në YouTube është duke ecë shumë raket fare. Ti e ke pa për qefin ta. Fantastik dhe. Unë kam tregu të gjithë dhe i kam thonë që këtë fundjavë, keni qofse shkoni në shtëpi më herët, dhe se në të lodhë të marum, mos se pa filmin në për televizor në YouTube, se keni kollaj fare, edhe me si Full Definition 4K së të ardoni ju, në gjitha e keni, ke presush tamam për shije vere. Edhe me shqipni film hollywoodian në shqip, përba. Tamam, është bë punë e bukur, Ej, po edhe diçka tjetër. Dje kam postu trailerin e Bad Drop 2, Red Line. Janë tërbu njerëzit ba. Ej, kuj drop 2 shi po bëj që të shofin drop 1 pa mirë. Ku shkojnë raketa ke bashkia, ke bashkia është fair, ajo është fair. Aty ngele gjithmonë në ankli, ore, kush nuk vra mrena, kush ishte mrena? A ishin gjithë mrena se jo. Bashkia, si? E gjëra, i traileri i filmit është fair fare, edhe kuj traileri 2-shit bën që të shifet njëshi. Po, tamam qon kuriozitet. Shpimi 2-shit se njëshi si trailer, për ta shofë. Po. Pa i fillimi, ku fillon me atë, ke parasysh që mobilizohet gjithë shka, është fair. Po si ke bëvla gjithë ato skena, se ato janë pa mundura teknikisht. Shikojeni, nga eksperienca e të parit, që si do qofë neve teknikisht edhe në të gjithë realizimin e asaj dhe ka figurën më të mirë. Mund të qaloj këtë sa gjonat vogla, çdo film ka problemet e veta, po teknikisht dhe realizimi është kullore. Kishte probleme. Ndoshta flas. Se gjithmonë nuk është se çdo gjë bëhet perfekt. Kurse ke dyshi... Ja shoh filma vazhdimisht, jam cinefilun. Edhe duke qenë cinefil, dikën e marrë shumë në gjitha dimensionet. Kam marrë pjesë edhe në festivale filmi, si kuratore, qyshtere, që një pjedhës. Po realisht ai film është perfekt, nuk kam pa një film shqiptar me si ai, edhe traileri shpikërisht perfekt i ati filmi. Po ai është film vërtet që nuk ka ku e kapë. Me dash me shat, paguin let me shat, do lodhës e do gjë. Po, tamam, ke drejt. Shiko, ke dyshi, unë jam mundu do më dhënë të dalim jashtë kornitët. Fute trailerin. Po, do ta fuz tu, dhe jetë këtu tash i direkte në plan. Edhe ta kemi këshu. Edhe njerëzit e shikojnë, ja pun minuti. Po tosha, ke dyshi, si që kanë pa njerëzit, efektet janë te masë grëndë. Unë po punoj me një kompani gjermane, edhe shpresojmë të nxjerrim diçka Hollywood në total. Edhe në xhirime, sepse do jetë një kooperim midis xhirimit edhe grafikës në 3D. Më duket, na ngeci pak figura, po jemi prapë bashkë. Si do qoftë. Kështu që do mundohemi, domethënë, të bëjmë një punë këtë radhë që kinemaja shqiptare të jetë në ajër, vlla. Kjo është gjithë ideja, po është punë e madhe për të bërë. Është. Do dhe shumë lek. Kjo është kryesore. Na duhen shumë sponsora. Realisht na duhen shumë sponsora për film. Ta edhe lekët për Kanye West, kuptoti që
paguajnë biletat e shfaqjes, në shko njeri. Nuk paguajnë për të prodhuar artist shqiptar. Jo, këtu ke drejt, është vështirë shumë. Është vështirë. Ne e patëm vështirë me filmin e parë. Imagjino me këtë dytin tash në këtë lloj fazën, këtë lloj strategjie pune që duhet te masë shumë lek. Është goxha vështirë. I pari shet të dytin ke sponsorët, nëse fut tok. I pari i shton sponsorët se kur shohin të pari thonë ky që ka filmuar. Aty ke drejt. Po shpresojmë domethënë që të nxjerrim gjë të bukur. Ke dyshi do ketë totalisht gjë tjetër, a? Nuk ka të bëj shumë me të parin, është vazhdimi të parit, po do ketë sa tema, do ketë aksion pa fund, do ketë godina që do jetë edhe në ajër pa fund. Pa fund godina. Kemi pas skena shumë masive në edhe godina që ke pa godinat më të njohura në Shqipëri që hidhen në erë. Do ketë më shumë. Se gjë i gjë. Të që ta bëjmë Hollywood-e, Amerika shkataron gjithë Amerikën. Ne mos shkatarim një gjonë në Shqipëri, po s'shko në burë. A be kam gabim. Me tre Shqipë që shofun të fushë të esin alienti. Edhe bova ki, vinë alienet e marrin shtetin këtu la. E fuar. Një pizap, da shumë tralin. Jo, është përqy shumë, sidomos ajo pjesa fundit e bashkisë është godit. Unë e kam pjesë të filmit ata, po njerëzit e kanë marrë, kanë bo me... Unë marroj për atë pjesë të bashkisë. Sa rëmë ka shkumeni. Ja generalizova unë. Ëndra e çdo dursaku. E kishin marrë dje, kishin po lajm. Qapo në Hondurës. Në pjesën e punit e kishin postu fort. Me fakt më si e vërtetë ajo dha. Po, a shupi. A që realizuar është. Po mos e dish është pjesë filmi. Me gjime. Ëndër. Jo, realizimi është spektakolar fare. Nuk i kemi lanë gjo mangut. Është e kompania Duke Media, ata punin fort fare dha. Është fix fare Hollywood. Të më thënë, traileri së zgjo, se traileri është trailer. Por në film do jenë 100% më të bukura, 10 fish, 20 fish edhe do jetë gjë spektakolare. Bash, i fusim Rob Temi herë për filmin e parë, që bëjmë në atë recensionin tim. Recensioni më është që këtu me përgjigje tek mënyra si ke realizuar filmin dhe mënyra si ke ndërtuar situatët dhe personazhet, më kujton fjalët e Ahmet Zogut, kur e pyetëm pse ti psoj nalt madhni dhe jo madhni si gjithë tjerëve. Edhe ky tha, unë jam nalt madhnia madhnive, tha, dhe këtë filmi jot nuk ka personazh kryesor. Janë të gjithë karaktere, personalitete, personazhe unik, edhe janë të gjithë kështu vetvetja, dhe kur mendon që vetëm pakës prej tyre janë aktor profesionist, ti kupton që ke bë një kryevepër shqiptare që i shkon shumë Shqipërisë. Pasi këtu janë gjithë komandantë. Edhe në film janë gjithë personazhe. Janë të gjithë karaktere, janë të gjithë role kryesore. Me fjalë, me dashtu me dhonë aktori më i mirë dytësor, zdisit ja vesh se këtu të duken gjithë kryesor. Edhe personazhet u shkon ka shumë roli, po janë kështu gjithë zgjedhur në perfeksionin e asaj që quhet personazhi dhe robi, në kuptimin e karakterit se e luan. Jo në kuptimin e jetës, që ata në jetë janë personazhe, po mënyra se ata kanë paraqitjen dhe si mënyrë sjellën dhe të folurën, zërin, fjalorin dhe gjithçka tjetër. Me ata ke bën një punë unike dhe mua më kujton kinemanë neorealizmi italian që merrte njerëz thjesht për realizuar filmat. Ke parasysh që zonte famshëm italian viteve 50-60 që punonin me njerëz të thjesht. Edhe realisht duke qenë se gjithë personazhet në këtë film e çajnë rolin e tyre, unë ka kënaq ajo mënyra se si ata janë me ato tatu disa personazhe që në pjesën e botës filmit, personazhet veçantë të çuditshëm në sfond, në vijim, në ardhmë, në dalje. Për mua se ky është një film që meriton, ke parasysh notën 10, jo 9, 10 vlla. Ke parasysh ku vëm ato yjet neve, jo si ato të luksit, pa ato yjet që vendosim ke internet movie database.
një dëmëja. Ke parasysh? Aty do t'i veja notën maksimale. Edhe mënyra se si është dialogu, se këtu është kemi dialogut, që ne çalojmë Shqipëri për filmat me dialogje, mund kaq më ka shtuar ato dialog se janë kaq të vërteta dhe kaq i shkojnë natyrës tonë. Fakti që ke zgjedhur të fut në Durrës ditë ngjarjen, qytetin takt, në botën e portit të kokainës, në një fund, i jep kaq shumë kuptim ditë ngjarjeve, ditë personazheve, dhënies marrjes, politikës, policisë, dashkisë, bandave, mënyra si kjo kanë ekuilibër, si u pushtet ekuilibër, dhe mënyra si futet njëra që i bën lëmsh të gjitha palët, është intrigë fantastike, është intrigë fantastike. Domethënë, tamam titull i gjetur, por të gjitha një film i cili hyn në çdo lloj kinemaje europiane, amerikane, me krenarinë e vet që është një film i ditës në kinema siç janë filmat e tjerë të ditës. Filmat që janë komercial në arsye për të shitur biletat dhe janë të bukur dhe me i gjurmë, kur vjen puna që quhen arritje. Se mos harrojmë është film shqiptar, i cili do konkuronte në Amerikë, njësoj si do konkuronte në Itali dhe në Evropë. Sepse do gjente se zbën audiencën e vet dhe po ta shfaqësh në Amerikë, do kesh një 50.000, 60.000 shqiptar që do shkojnë ta shohin gjithë qef, por të marrë me vete dhamer të tjerë, një 50.000 amerikanë me vete, ka për të bënë 100.000 shikues, sigur të fare. Si të shkot për Italinë e për të Europët. To si që i hiqën. Po flasë për Amerikën që të përsu me këtë lloj filmë, se në Evropë këto filma bëjnë buje dhe për faktin se janë Amerikanë në aspektin e kualitetit të aksionit. Po shumë shqiptar, por vjen puna ke historia dhe ke ngjarje. Jo, ke shumë drejt. Neve gjithë këtë periudhë kohë kemi marketu shumë jashtë. Edhe nga shtatori e mrapa do ketë zhvillime shumë të forta, prandaj ne po nxitojmë edhe me dyshin, sepse mendojmë që tym fort në treg andej, edhe bova ki, ai dyshi kur të vinë në Shqipëri do vinë nga jashtë për të futur në kinema, s'do arrita çoj dot unë. Si mas gjasave që kemi deri tash. Po do mboj, e di ku do jetë çudia më e madhe. Që njerëzit do ta shikojnë ndoshta anglisht këtu në kinema, si do ta sjellin ata, se s'kam çfarë di bëj. Dhe jetë fort. Madje, sa qef do të ta shifsh anglisht, sinqerisht. Ju do ta dublojën? E di pse. Sepse do harroja gjatë filmit që është bën nga Don Ennio me shokët e vet, me bandën e vet. E kemi bandën e fortë. E di se i thash dje një miku. I thash, ky filmi i thash, tregon që Ennio nuk ta vën kot emrin Don para. Se të kesh kaq shumë shokë miq, të bësh një film si ky, me kaq shumë personazhe që futen kaq shumë rol, do të jesh Don Ennio, jo Ennio. Kanë qenë planet para 30 vjetësh. Që para 30 vjetësh e ka bo me planet. Don për para dhe ecin. Jo, po, te ky film duket te parasysh se duket qartë se ti nuk është se ke një buxhet të madh dhe ke kontraktuar 40 veta. Po kupton logjikën. Duket qartë që këto janë shokët e tu. Sepse nuk kanë si të vinë ndryshe, po nuk janë shokët e tu. Në kuptimin e mirë të fjalës. Në sensin që të marrin kurajo, guxim, njerëz që të dalin në kinema dhe të luajnë një film kur nuk vjen të gjithë nga eksperjenca e aktrimit, do të kenë besim shumë ke vetja, po mbi gjitha ke personi që i ka thithur. Po kur vjen puna ke aktorët e mëdhenj që luajnë në këtë film, ata do të kenë besim shumë të fortë ke regjizori, producenti, përderisa angazhohen. Dhe mënyra si kanë luajtur është një nga rolet e tyre të skenaristë, më kupton logjikën. Në këtë kuptim, unë e them me plot gojen, në botën e artit Don Ennio, jo Ennio. Je i madh. E të mundohemi të bëjmë më të mirën. Dhe i qatë kemi mundësin do... Më fol pak ke filmi për atë skenën e zhytjes, se më intereson. E aty është frikshëm vlla, nuk e din njerëzit. Më fol për atë, më fol. E, shiko, njerëzit nuk din që neve kemi bërë shumë, si tush, rreziqe në film. Ajo skena e zhytjes ne kemi xhiru në port. Atje në port ke peshkarexhat, që është ka qenë shansi i madh që ne kemi pas gjithë peshkarexhat në port, s'ka ndodhur asnjëherë. Atë ditë ne kemi pas gjithë aty. Dhe aty ku qëndrojnë peshkarexhat, uji është
si tush është i zi, lumë, se, okej, është nafta që rrjell nga peshkarexhat e gjitha. Nuk shef as gjë poshtë. Kur ne të boshim atë skenën për t'u hedh me arditin, edhe ishim duke menduj 10 herë, o vlla, bova ki ka në hekër poshtë, në një diçka poshtë, nuk e kemi iden çano. Atë hillemi, jo më mos rrezikojmë. Ore hillemi dali ku dali. Në fund fare tham, ore hillemi, si të shkoj, po ngelëm poshtë, ngel filmi për gjys, do bëhet zhurmë, do ngelim një histori. Po ja realizum, fitum. Edhe bukra e se u hodhëm, pa ditë fare që ka poshtë me xhimen. Edhe e morëm atë notin aq shpejt, sepse ishte plot me nafta, dhe se dishim ne. Dolëm jashtë, ishim totalisht si nga nafta, edhe na dishin syt, domethënë atë 5 minutë e parë që ishim kështu, si me gallat, se kuptum. Po mas ja 10-15 minuta që fillu na u kuqën syt, s'po shifshim mo, me vrap morëm të pikat, të ulat, domethënë, një 3-4 ditë s'kemi marrë veten, kemi gati sa suqërum nga nafta me xhimen. Edhe ka qenë story, ishte, idhemi, mos idhemi. Dali ku dali, idhemi. Mjafton ta realizojmë ta çem deri në fund. Ka qenë e fortë. Ka qenë shumë e fortë. Po të rreziku juaj, guximi juaj tregon që ku keni luajt filmin, e keni luajt ke përshme të guximin e personazheve. Pra, mënyra si jeni hedhë në rrezik real për jetën, tregon që jeni justishit kaskader që ta bëjë këtë për ju. Kjo tregon pikërisht ke përshme që keni luajt personazhe guximtare, duke qenë vetë guximtar. Pra ne keni luajt mirë dhe te ky film kjo e bën veçantë këtë filmit. Edhe fakt që të gjithë njerëzit janë futur rol shpirtërisht, emocionalisht dhe kanë luajtur si me qenë vërtet personazhe. Pra, aktori dhe personazhi janë unifikuar në një të vetëm. Edhe guximi për të hedhur në atë zonë kaq rrezikshme, ku s'di çka ka mrena, pa prova, pa gjona, direkte me të parën, duket shumë edhe vërtet mënyra si hidheni, duket një surrat. Që e marrë kucin. S'kemi pas ftyra burr kur hodhëm. Shiko, që kishte edhe i diçka problema dhe, se mund t'idhesh nga një bërdur e vogël, por ne ishim 5 metra lartë në peshkarexhe vlla. Domethënë, lartësia kishim hallin se kur të bishim poshtë, dhe ishim goxha thellë, se çon shtytja. Se po t'jeti bërdur e vogël, hidhesh aty marron punë. Pa ishte peshkarexhe, ishim shumë lartë për t'u hedhur. Edhe ky ishte halli ma. Po dolëm mirë, dolëm gjallë, na des zot. Metra më lart. Na des zot, e mirë do ka zot sipër. E pasaj ka pas edhe probleme tjera plotë, kemi pas pa fund. I lem këto, leje, gjona për xhiru. Kemi xhiruar atë skenë aksionet e të mëdha, me ato në vizjet e frikshme me makinë, se ato janë bën real. Aty si përkep dritarja makinës, pa u lidh, tu majt kështu. Atë në universitet është fantastike, mënyra si gjirohet. Per. Dhe kemi qenë kështu burr cop nga krahat, në tu majt, tu godit ke makina, tu tërpësh kështu. Ta kujtojmë çik personave që ja kujtojmë atë që ato skenat masive, ajo pjesa e aksionit për universitetin, thënë që ato është pjesë që keq mban më në film. Për shumë unë e kam të fiksuar atë pjesë, nuk e harroj dot. E drejt. Edhe kur të shkoj shik me nëse të shkoj andej, unë do mendoj vetëm filmin. Pra ti po bën që filmi të kujtoj skenat, vendet, jo vendet kujtoj filmin. Kur llogaritëm atë pjesën që do ta xhiroshim atë skenën, e kishim vetëm një ditë kohë, kemi filluar në orën 11, kemi marrë diku 6 mas ditës, ka qenë vetëm valla. Edhe ishte gjithë ideja si dia boshim me lëviz, me xhirun lëvizje, dhe ku i thash çunave, do ta montojmë tash kranin karo atrec. Edhe do ecim me karo atrec tash. U tërbum fare, o vlla do na bi kamera, do na bi krani dha. E kemi lidh, e kemi bo, ka qenë stres i madh. Po në fund fare arritëm me bo ato që kishte mundësi me bo, sepse kishte mundësi me bo më tepër. Po në një ditë, mbi 10 orë xhirim, aq arritëm. Keni bërë film dha që është gjynaf mos më pa, po jo, keni bëj film që është gjynaf mos më pa, për shkak se tash që është verë, tani që njerëzit kanë më shumë kohë relakse,
janë dhe me familjen, janë edhe në plazhe, edhe në këtu. Duke qenë se televizorët tashmë kanë të gjithë si janë smart dhe kanë YouTube-in brenda. Shka që kollajt me pa atë filmin në ekran, televizorit, jo në celular, jo në laptop, që mund të shosh dhe në celular, buzdetit, në kuptoj logjikën, po mund të shosh edhe në dhomë, në hotel, me televizorat smart. Tashmë vështirë gjesh në dhomë, plazh, gjithë pa televizor smart, apo jo. Edhe pa Dhe në këtë kuptim, të gjithë televizorët smart dhe kanë të instaluar falas YouTube-in, dhe çdo dhomë ka internet, dhe çdo televizor smart është i lidhur online, nuk kuptoj logjikën. Është gjynap mos të shohësh, ke faqja Donenio, apo jo? Ke Doni. Po, aty ku është podcasti ku janë faqja personale. Po kemi kolab edhe me atë tjetër. Kolabet i kamu me të gjithë, por të është e faqja e emisionit, këtu, të personale. Te YouTube, te YouTube. Po ke imja. Aty ku janë këngët e emisionit. Si ke emër, ta gjen njerëzit më kollaj. Donenio është channel verify. Ke Donenio, pra njerëzit për ta gjetur. Bukur. E kanë kollaj fare. Bad Drop 1, film shqip dhe ke super cover del. Le që po ecë raketa, është gjithë ditën që vetëm klikoha, shoh statistika dhe është vetëm ecje. Unë kam faktikisht kam dy herë. E kam një variant me sub anglisht, me titra anglisht, dhe një variant me titra italisht. Kështu që ecin të dyja paralel ato. Kam po respektin të në punë dhe. Valla, në këtë verë, valla, e një thije kështu, që qa merresh me të, shef filma, shef trailera, gjëllë muzik, e faqja jote, vera shu, uli kom kryq. Po, vinë që me. Kjo, shiko, filmi 2 do jetë ritol, do jetë spektakolar, sidomos me skenat e aksionit. Pastaj, do jetë dhe treshi, Bad Drop treshi, sepse gjaj kam të dy projektet në si tush të bo me gati, edhe deri tash që flasim, publikët duhet ta di që ka një dyshi i vjen dhe një treshi dhe i punohet. Ai treshi do jetë me shumë gjona të veçanta pasaj. Po besoj që të dy këto do jenë ndoshta brenda 2026, domethënë do jetë dyshi dhe 2027 treshi. Domethënë në këtë periudhë kohe të shpejtë, domethënë unë do punoj raketë. Unë besoj që filmi po të bësh dhe treshi, dhe dyshin falë të vit, me 3 sezonisë të spili, 6 seri është të përësysh short serial, të përësysh ta futesh ke Netflixi në anglisht, me titra, anglisht dhe gjithë gjuhët e Europës. Kam përshtypjen se do kishte audience shumë të mirë edhe Netflixi në ritmin evropian. Pra, po t'i bëje 3+3, 6. Pra, 6 seri nga 30 minuta secila. Ke parasysh që shfaqen të gjitha njëkohësisht. Pra që Robi shef parën, po do shef dytën, tretën, siç ka Netflixin, po këto logjike. Jo, jemi marrë dhe me Netflixin. Jemi në proces edhe me ata, po duhet dali dyshi. Duhet sepse duhet material. Sidomos që dyshi do jetë shumë më perfekt për tregun e huaj. Duhet dhe dyshi që ta bësh me 6 seri, se minimum 6 seri do një short i Netflixit me 30 minutë. E drejt. Po them që do jetë gjë e bukur. Ja po mundojmë ta shihemi tu. Unë rekomandoj çdo sponsor ta kuptoj që do bëj gjurmë me event që ja vlen, me film që ja vlen, do kontribuojnë në fund fare për artin shqiptar. Në fund fare kemi gjithë përgjegjësi dhe nevojë kombëtar që arti jon promovohet sa më shumë. Kinema është arti shtatë, është arti që përmbledh gjithë artet. I ka të gjitha brenda, ka muzikën, ka pikturën, ka fotografinë, ka videon, ka aktrimin, ka teatrin. Kinema është arti i gjithë arteve. Dhe rasti konkret është që ky është një produkt shqiptar, që edhe skenat janë të bukura, edhe janë të mira për vendin tonë, por mbi të gjitha është një film tipik nga ato komercialet e mirë në bileta, në shitje, por është nga filmat artistikisht fantastik që lejnë gjurmë. Dhe sinqerisht, kur shifsha filmat, më kujtoi një regjisor britanik që mori shumë nga shija e Tarantinos, që është Guy Ritchie, që promovoi dhe bëri aktor botëror Jason Statham. Se unë më them që nëse ka pas zbulim Jason Statham, zbulimi ka qenë aktori Guy Ritchie, apo jo.
ishte bashorti Madonës. Dhe Guy Ritchie me filmat që bëri në vitet që 90 me Jason Statham, s'po vjen emrat e filmave tash, ke bërë ato të famshëm me gangstera, lanë gjurmë. Po dhe ky film për mendimin tim aq pesh ka për neve, si shqiptar, raport atë që pati Guy Ritchie kineman angleze, që e çoi një nivel shumë të lartë kineman anglez të aksionit. Unë do munoj të bëj maksimumin. Ai sa kam mundësi të bëj, nxjerrë gjë të veçantë. Si gjithmonë. Jam kështu, i qenë. Bëj pyetje vlla, si ke qenë me intervista dhe ftesa nga mediat në raport me filmin? Në dhjetor kam pas shumë. Por nuk kam shkuj, kam refuzu. Më thënë, refuzu. Jo në formën e refuzimit, thjesht nuk kam shku sepse nuk e desha intervistën para filmit. Desha dali filmi, njerëzit ta shikojnë dhe më pas unë kam ç'a komentoj. Kurse ajo promo e parë, që njerëzit se kanë pa, është si palidhje, më kupton? Është thjesht për të mbush programin. Po kur dali filmi dhe njerëzit e shikojnë, atëherë ke mundësi domethënë ta shpjegosh. Unë rekomandoj ideja. Unë rekomandoj çdo lloj gazetari të portaleve, mediave, televizioneve, radiove që të ftojë Enion për këtë film, sepse tashin verë edhe ata kanë nevojë për artin dhe kulturën. Dhe është momenti i vërtet me bëj një intervistë që ja vlen, me diktë që ja vlen, për diçka që ja vlen, me që mbi të gjitha ky është produkti i Shqipërisë. Kemi nevojë për këto produkte, kemi nevojë për këtë promocion, dhe kemi nevojë për këto vlera. Rrofshet ke qenë, janë fjalë me vend do. O i madh, mirë unë që me këto punë, po, edhe ti nuk i ndash muzikës e vlla. Shikojeni, bova kike, bed drop, do fusim qufo. Do fus sa qufo, vlla, sa qufo të vegjel. Shu. Ose do nxjerr për shembull, nuk e di, do nxjerr një gocë, një kukull, shu me bikini. E ke parasysh me kështu me 3-4 nga ato litarët kështu, edhe nga ato qufot e vegjel, ato porcelinit, që i thënë italian. Kështu edhe hop duke ecën plazh, duke i majtë kështu. Ata ecin ajo i mak kështu me litarë. Ndoshta ke 4 fuzi s'ken bukur tillë. Ti se ke nxjerr këngën për ne. Edhe kohë shqiptare. Nga që nxoron për qufot, është një nga vështirësitë më mëdha që kam për muzikë, sepse duhet realizoja njëkohësisht 3 komponentë. Komponentin e dramës, komponentin e një muzike të pranueshme për veshje dhe të këndshme, se jemi në verdha, dhe të mbi gjitha mesazhin e fortë, pikërisht për atë qëllim që është bërë vetë kënga, se kënga në fund fare është për mua thjesht mjeti. Arti në duart e mia nuk është qëllim vetvete. Në duart e mia arti është thjesht një fishek, është thjesht një armë, është thjesht një mjet pune i një lufte. Lufta është me shpëtu Shqipërinë nga zhdukja. Dhe të bëja një këngë që të kishte dramën e dhimbjes të një familje tipike në fshat, se si s'do kenë më asnjë varr, sepse fshati jonë po pushtohet tashmë nga çupot, pushet programit qeveritar që të zhduket Shqipëria, kësaj qeverie quislinge, më duhet që të kishte edhe elementin artistik. Dhe pata shumë dilema të mëdha me veten time, nëse du çfarë lloji muzike, çfarë muzikor duhet ishte. Dhe zgjodha një muzikë që njerëzit mund ta refuzojnë në disa kategori njerëzish, çfarë lloj oriental që është bërë, por e bëra me shpitale, e bëra me qëllim në fshat, në periferi. Pikërisht sepse mendova që do doja të bëja diçka që të kujtonte njerëzve edhe Palestinën, edhe Gazën, edhe bregun perëndimor. Doja të bëja diçka që lidhet me një orient si ngjashmëri e realiteteve që po ofrohen duke ne. Dhe zgjodha një stil muzikor që është elementin e klarinetë orientale, por mbi të gjitha një muzikë që unë preferoj shumë, që është ritmike, perëndimore, eksperimentale, edhe shqiptare, do të thoja. Si në këndshme të verës, që dëgjohet muzikë verë. Dhe mendoj që
njëri nga gjykojnë vetë. Unë besoj që pavarësisht shijeve dikore, kjo këngë meriton të shpërndahet për mesazh dhe fort, që jep një foto që unë e kam bërë si cover, pasi e mendova gjatë të bëja video dhe thash me vetët, çfarë video të bësh? Mjafton kjo foto që i thot gjithë. Edhe kisha qef që ta jepshi që ta në Europë, edhe ta gjejnë ke llogaritë mia dhe ta shpërndajnë po të thotë që se duan. E ke qatë materialin. Ne dhe ngjëm tash për qefe do kthehemi prapë në studio. Një gjojni dhe bojni share sa më tepër. Dhe kthehemi prapë. Çdo mëngjes zgjohemi para diellit. Sobën ndezim, kafen zem, dhe presim një ditë tjetër, si dje. Një tavolin, një shtëpi që flet me heshtjen, dikur këtu që shnin fëmijët sot. Veçera hap portat një nga një, na shkruajnë jemi mirë, fëmijët u rritën, punojmë shumë, do vim verën tjetër. Edhe kjo verë kaloj, po kemi jetuar nëse s'do kemi asvar. A do humbem rrym, kur s'do mbetet fshat. Shkolla me dry, obori pa zë, ambulanca pa dritë, rruga pa hapa, pastaj erdhën të panjohur me makina, pa pluhur, matën, arat, shtëpit, puset, pemet, një firmë, një tjetër, një tjetër, një tjetër, një tjetër. Po blejnë, tha dikush, po blejnë gjithçka, tha një tjetër, edhe shtëpin, përballë, edhe mulirin, edhe shkollën, edhe ambulancën. Po a kemi jetuar nëse s'do kemi asfalt. A do humbem rrym, kur s'do mbetet fshat. Tha gruas, hajde të zgjedhim vendi ku do të flem për herë të fundit. Gjitën kodrën nga dalë të prindërit, të gjyshërit, të emrat dhe ndur në gur aty ku mendonin se do pushonin bashk. Por te porta prisnin ata përsëri, me letra, me matje, me buzës qeshje njëri tha. Kjo kodër
tjetër. Edhe këtu. Po a keni jetuar val? Nëse s'do keni as val. A do humbem rrymë, Kur s'do mbetet fshat. S'do mbetet fshat. Po a kemi jetuar val? nëse s'do kemi as val, Po a kemi jetuar val? nëse s'do kemi as val, Jetuar val? Nëse s'do kemi as val. a do humbem rrymë, Kur s'do mbetet fshat. po fëmijët, po në përit, Kur të kthehen, çdo gjejnë as port, që ti pres, as kur, që ti njoh, as var, që tu flas, edhe ata fatin ton. do ta ken. Jo ta ken. Jo ta ken. Po a kemi jetuar val? Nëse s'do kemi as val. Po a kemi jetuar val? A do humbem rrymë, Kur s'do mbetet fshat. Mos na lini, hava. Mos na lini, hava. Mos na lini, hava. Mos na lini. Mos na lini, Mos na lini, Mos na lini, Mos na lini. Kur s'do mbetet fshat. mos na lini, pavar. Jemi rikthy në studio, besoj ju pëlqeu materiali dhe si që thash parë, share, sa më shumë share se ja vlen. Ngjoni fjalët, ajo ka të bëj shumë. O i madhe, ke qap materiali. Kontribut për Shqipërinë, dhe jo për kontribut për Shqipërinë, jo për Altinën. Pasi sa më shumë njerëz, sidomos të diasporës, ta shohin atë se çfarë i pret, çfarë po i vret, çfarë po i pret. S'ken më refrenit këngës,
a dëshuhet emri ynë, nëse s'do ketë fshat. Dhe qëllimi i referendumit është a do ketë më fshat, u s'ka më as varr. S'do keni më as varr. Se varret do t'i shkatrojnë, do t'i zhdukin për t'na zhdukur rrënjë, për t'na zhdukur gjurmë. Do vi një kohë që do ngeleni me aktivon në kufi të afërmëve tuaj që doni ta varrosni në Shqipëri dhe s'do keni ku ta varrosni sepse do ta marrin Shqipërinë. Prandaj edhe kjo këngë është dramë, është tragjedi, po që mbaron, siç e pat. Ne pyetëm mos na lëni pa varr, është një thirrje, është një apel. Dhe aty duket fuqia e protestës tonë në muzikën e filmit Skënderbeu, që ka ardhur koha për shtirin kombëtar. Ka ardhur koha për të përballë me të keqen. Dhe kjo protestë që po ndodh pikërisht në qershor është një dhuratë që ka dhënë një oportunitet ka dhënë Zoti, ju toni që çdo punë të keni, do të gjeni kohë të vini protestë, se na duan numrat të zvend, sepse Ramën po e tresin, po do ta vazhdojmë pastaj pjesën e Ramës. E ke thonë fjalët, i ke thonë fix. Ojma, me që po flisje për protesta, do flasim që për protestën tash, apo flasim për koncertin e djeshëm? Okej, si lidhim bashkë, flasim për koncertin, me që jemi ke muzika, ke filmet, shkëm të koncert, dhe ke protesta, shkëm të koncerti. Ma për atë videon që si bërtisi njësët koncert, Rama hepe dorejsh. Po ishte e male. Që këtyre po bërtasin dhe të vetën, aty që japin bileta. Ishte e male. Ishte mileti madhe atë. Pa kam po dhe gjeti atë. 4 milion euro bilet, ai që duruan këta. është nga skandalet më të mëdha në botën e artit muzikor, një nga fliqet më të mëdha të një artistit. Është bërë lajm botror se si qeveria mori 4 milion euro nga fondi i emergjencave në një vend që digjen pyet dhe s'ka zjarr fikse. Dhe zjarr fiksit punojnë jashtë orarit pa u shpërblyer për punën e tyre duke rrezikuar jetën. Në një vend që s'ka ujë, në një vend që s'ka ilaçe, në një vend krizë totale që po të vish në Samil, problemi i madh që kanë gjithë pronarët e shërbimeve që blejnë ujë me shtrenjtë fare, që të kenë ujë për dushit e për këto gjëra duke furnizuar vetë, sepse qeveria në një vend që prodhon kaq shumë para, nuk ka zgjidhur një problem elementar që është kaq i lehtë për të zgjidhur. Ne jemi në zonën e një nga qendrave më të fuqishme që ka bezdheu për ujëra të pijshme që derdhë nder, që është lumi Bistrica. Syri Kaltër është një nga ujërat më të pastër dhe më të fuqishme dhe më me intensitet. Dhe të mos ketë ujë të rrjedhshëm 24 orë për pishinat e lëmë për shtëpiat, kjo është më patologjike. Më tu është një nga burimet më të mëdha ujore që mund të ketë bezdheu. Uji i ftohtë është super intensitet uji, që shkon në Syri Kaltër, që shkon dhe ke Bistrica, dhe Bistrica që nxjerr gjithë ato ujë, ka ujë komplet të pishëm. Pra do të mjaftonte që të përdorej ujë inteligjente dhe do kishte edhe për duder det, kot, edhe për ujë, por mbi gjithë edhe për ujë. Kaq ka. Tani këta ka bënë një, prandaj nuk i çojnë Ksamilit ujë, ka bënë një projekt për të ashit ujin e Bistricës Italisë. Ose më saktë për t'ia dhënë, jo për të ashit. Për t'ia dhënë Italisë me një kanal me një tub nën toksor, kështu në New York, i cili do furnizoj Lecën, që është një nga zonat më të fata të Italisë. Mendoti se shumë ujë ka Bistrica, sa do furnizoj Lecën, që është më e madhe se Shqipëria në popullsi po do të kapësh. Dhe këta për hir të pazareve të ndyra që bën Rama për të korruptuar Italinë, që të marrin qendrim në favor të Ramës, këta po japin një nga burimet më të rëndësishme pasurive që kemi ne, që është uji. Dhe ky ujë i pishëm brenda 2 dekadash, 3 dekadash, do të ketë një vlerë sa që ka nafta. Për shkak të problemit që ka vetë globi, planeti, në raport me ndotjen e ujrave që bëjnë dhe mënyra si uji i Bistricës. Ta duan të japin Italisë, është një nga, si thosh, po është akoma dhe më e rëndë se sa të gjitha letret këto të tjera, sepse do thotë i heqësh Shqipërisë një pasuri të jashtëzakonshme që mos të gëzojnë. Dhe këtu në Ksamile dhe në gjithë kanë në Bistrica do krijonte një furnizim ujëmbatës, ujë përdor, ujë të pishëm, që do të jepte një hoftë jashtëzakonshëm. Izmi e gozitë kush e di sa probleme. Ne jetojmë në Shqipëri, ne dim se çfarë qeveria mike kemi. Ne do ta zhdukim këtë qeveri nga patja dheut,
sepse është vetëm një rrugë që ne mos zgjukemi nga faqja e vet. Pra jemi përballë dilemë për qeveria. Dhe këndo konceptin e Kanye West, që këto hapin 4 milion euro, dollara, euro më duket, 4 miliard lekë, po diun se është shifra tamam. Është të tmerr i vërtet, sepse është turpi i madh edhe për Kanye West, që i bilitat qeveria se të shkon njëri me e pa. Domethënë është të tmerr i vërtet edhe për një këngëtar, është turpi i tij. Kanye West është një personazh i veçantë të botën e muzikës, që unë nuk i dëgjoja si këngë, nuk i dija si këngë, dhe s'kam plan të me mësu si, por gjithsesi duke qenë se ai është një person që ka pas kurajo me fol ndaj çufave, ja kam respektu emrin, duke mos u marrë me te. Por në rastin konkret, i mendoj që ata kanë çlish dje, në atë mënyrë si kanë pagu biletat për te. Shiko, që të kuptoj edhe herë mirën. Ti the që shteti ka ble bileta për të plotësuar numrin? Po, që ka dështuar shitja biletave. Një turbi i vërtet. Edhe vishin fajin protestës, kuptoti çfarë ide kështu. Se çfarë ka protesta kundër çufave. Me mos me shku koncert të një këngëtari që akuzojnë çufat, hajde gjeti lidhjen logjike këtu. Më kupton, hajde bëhet i llogarin, është pa sens fare. Dhe këta kanë për të çuar njerëz me mbush vendin njerëz. A kuptoni apo? Çfarë turp, çfarë dështim? Gjithë botën ku nuk shtihen biletat, anullohet koncerti dhe kthehen lekët mbrapsht. Këta paguajnë lekët e biletave, të merr apo të merr. E po kur thaj mos më turpro. A kuptoni çfarë? Shikonin, salve, domethënë, ose më sakt, për sa njerëz u pretendonte të mbushte full aty, sa duhet ishte numri, me kushte? Asë kam e del. Se ta që të blesh 4 milion euro lek qënë si ka bileta, sa pas ka qenë Kishe bileta, pagu lek për të mbajt, kishe pagu lek për të mbajt stadiumin e krijuar. Ta kishin mbajt për hershëm, do thoja shumë mirë kanë bërë, me këto legji. Po të pagush 4 milion euro për një natë, e për asyqe të më zhduket çdo gjë, kur arti shqiptar ka nevoja ekzistenciale, ka nevoja të ja kishte dhënë ty për shembull 100.000 euro nga qeveria për filmin tak. Ç'do të bëje ti me filmin tak? asë i gjo më bërë, që të bësh me 100 euro? Kishte paguar një studio të tërë për të bërë post-produksion. Mua të 100 euro së më dali me bo ato makinat me rotullisave, e jo për gjë tjetër mo. Kisha për post-produksionin. Po, si të qoftë, i me ato lekët, po, si kur zvinë gjitha, la. Nuk të dalit. Jo, Unë du të themi gjë që ky koncert 4 milion. Ky koncert 4 milion euro është një turp i vërtet në realitetin ku ndodhemi dhe përfundoi ke parasysh prapë Rama jepet dorëheqjen që ta dinë të bëjë një koncert që ngjihesh, si një koncert Inter 36 për të konkuruar protestin në një kuptim të caktuar. Pra po ta kapësh, ishte gjithashtu së dështuar të mbështetimin tim. Qeveria nuk mori fare atë që pretendoi për të treguar që ja ne po festojmë ne jemi mirë, pasi gjithë bota po tallet me qeverinë tonë, që i ka dhënë 4 milion euro si me qenë e FIS afrikan, 4 milion euro me kënu këngëtar i njohur. Është bërë lajm në botë që jo koncerti Kanye West, po që qeveria ka pagu 4 milion euro biletat. Janë tallur gjithë biletin, gjithë Europë. Shiko, më është menaxhu keq, e kanë menaxhu këta si masjefit vetë, se një koncert i tillë, me një personazh, pse jo edhe në artista tjerë këtu ke ne, s'do ishte keq e burse. Nuk është se i kemi pa në herë njerëzit nga afër, kuptimin e llafit, janë artistat mëdhej që vinë, po në fund fare veç të vinë tamam më bunë, se interes është edhe ajo. Ne kemi pa, labet kanë sjellë. Nuk ka shkollë, në fakt, ti di që ka thënë nuk ka shkollë të mesme. E disa për shkollë mesme, 4 milion euro. Te Asiri, në Tiranë, nuk ka shkollë. Për qita e lagje gjigant nuk ka shkollë. Po të kishin marrë për 4 milion euro, të kishin bëjë shkollë dhe quheshe një akt i shëndetshëm, më kupton logjikën. Po ndërkohë me ndodh një krizë tash, me ndodh një hall, ta son 4 milion euro që i duan në emergjencë.
si kanë marrë nga emergjenca parat. Që do të thotë 4 milion euro. T'ja marrësh emergjencës në kohë zjarri, është një ta lë shpinë ke parasysh në mes katë rrugëve. Të marrë zjarr shtëpia mos ke një katë rrugë me hedh ujë. A kupton logjikën? Të kuptoj ke shumë drejt. Shiko, s'du të mua bit, jo se gjimon kështu rumpalli janë bë punë tu vlla. Nuk është bën herë punë sakt. Të temi po, okej, çdo gjë në rregull. Për çdo gjë rumpall, Nëse për mua ka rëndësi që dështoj qëllimi i qeverisë. Për mua, ky ishte një sukses dështimi i këtij koncerti, sepse u thën hundë kësaj qeverie në nivel ndërkombëtar. Ata e përdorin për PR ndërkombëtar. Dhe u dështoi në sukses se u bën lajm numër 1 në Europë, që pagoi qeveria 4 milionë euro për të paguar biletet e koncertit Kanye West. Domthon, alle gjithë vynjaja me këta. Pra ata deshin të fitoshin pikë ndërkombëtar në moment që është rënuar imazhi i tyre dhe thelluan dhe më shumë gropë në tyre. Pra, që janë punë të Zotit. U thelluan në grop, e hapën gropën për ne, ran brenda tash, dëshin prapë bëshin gropë për ne dhe prapë ran brenda. Dhe imazhi i tyre u rënua edhe më shumë në koncertin Kanye West. Kjo është për mua përgjigjja në raport me gjithë të punën e koncertit me këta. Domethënë nga gropa në grop. Po, dhe është bërë kallëzim penaltesh. Për shpërdorim detyre, për nxjerrjen është ai koncepti për veprimet të cilat ka sjellur një rrezik. Domethënë këta duke hequr 4 milionë euro nga fondi i emergjencës, për një shkak që s'mund quhet kurrë emergjencë, përkundrazi, ata kanë bërë një vepër penale dhe Gonxha, Rama e tjerë kanë keq punën me këtë histori. Kanë keq. Do thosh si kush s'pak të bëj, po më mirë. Këto çështje zgjasnin shtat parashkrim, që do thotë me ngesht problemi. Su bë tani do bë të vonë në dëshkimin e tyre, po rrezika që kallëzimi është bërë tani brenda afatit. Ata do ta ardhojnë, do ta çojnë gjykat kallëzusit, do ta mbajnë zvarr me këtësie, aty do jetë çështje. Po. Si bi, presim grop në rallë sa që? Në i shpike tjetër? Qiko, dikush e bukra. Kemi gropa sa dushla, kemi grop në Lucës sa që. Po, Fakt të Lucës. gropa pa fund, që të kenë mundësi mediat të merren bëjnë lajm vlla, të bëjnë emisione. Kështu, është interesant. Edhe kjo Lucës që interesant, po. Shiko, fokus ishte ke Luca, po ishin shumë biznese që ishin godit. Po Luca është e tipi që dele flet. Për Luca. Lërimi qik. Tani Luca me atë psikopatin e ndyrë dhe pjesi që e karakterizon, do me thënë, bën qërë si personazh që keve asysh, antës janë vjen fare, që unë ja kam thy hunët i herë, publikisht në Labinot, ku u shkova të mbroja banorët e një fshatin Labinot, për bazë fakt që ky do të më u shkatërru të gjithë infrastrukturën rrugore dhe të bënte një ndotje masive të gjithë zonës tyre, duke prishur edhe rrugën që i del fshatit për në rrugën kryesore, edhe mbi të gjitha ato që quhet ndotjen e lumit për katës e tyre me ato ndyrësitë e tyra. U shkova ja thyva hunët, duke bërë avokati i banorëve, të cilët i vajtën protestuan tek ajo siti vet që ka dhënë qeveria, si me pas për babës Ramës, që toka e Kristaqit ju dha Lucës. Ke parasysh se kështu i japin këta tokat e copat e Shqipërisë, që dhanë një nga zonat më të fuqishme ushtarake, që Shkodra me tunele ushtarake, që ja dhanë këti për të bërë frigoriferet e tij të peshkut. Shkullën aty në hundët muke o borë dhe kjo dile si trima të. Edhe përfundoj me fitoren të fshatit që aty në hundët të ticë, se bëjë gjithë fshati bashkë. Po në rastin konkret, ky njeri ka thako që na bën kështu si interesant për protestët, madje ka hap dhe i podcast për ratë me rëmbytje si bledmane. Dhe me këtë lloj situate, ky njeri po e ka fshonte si këtë protestën, me atë mënyrën e vetë të neveritshme, dhe policia me ato që bëri pardje, që mundzojnë informase për të kuptuar njerëzit degradimin e i sistemit dhe të si humdera ku po bi Rama në gjendje të lirë,
nuk ka asgjë që ta ndalë, vetëm do bjeri, nuk ka ku shkoj. Dhe rasti konkret i reviewve ndaj Lucës ishte një kryevepër e mosbindjes civile. Po dhe aksionit qytetar, pikërisht përballë sulmeve digjitale që ka motivuar Endri Fuga para 3 javësh bashkë me Blendi Gonxhen, duke me Arbia Masnikun, duke mobilizuar patronazhimin e dështuar tashmë, pasi i kanë hikur mbi 50% e njerëzve nga patronazhimi, kanë braktisur patronazhimin mbi 50% e patronazhistëve. Dhe u kanë ikur gjithë mosha e re kryesisht. Dhe u kanë mbetur vetëm të angazhojnë veteranët, ose më saktë pensionistë veteranë, s'ka Shqipëri, po pensionistët e Partisë Socialiste, ta idiotët e verisë, të cilët as nuk dinë me bë patronazhim, as nuk dinë me shkruajt. Janë analfabet komplet, janë idiot. Dhe tashin dhe këtë sulm digital kibernetik, kësaj lufte hibride që na ka shpallur qeveria, me këtë patronazhim që po të vish ke profilet e mia, ke llogaritë e mia, që sos disa budallet që më ditën aty dhe që unë i kesh kështu 100 veta më ditë, ajo përgjigje ndaj reviewve ishte një kryevepër, ishte një akt i përsosur ndaj Lucës. Natyrisht duhet të qenë kujdesshëm mos me egzageru, me shku kudo, shko vetëm aty ku ka kuptim, se janë mesazhe më tepër. Dhe ke rasti Lucës është kryevepër për shkak se Luca e kishte bë ekspozu veten, duke marrë qafë dhe bizneset tjera, që kanë të tjera. Pra Luca u bë problemi, i gjithë kësaj historie, dhe Luca, bashkë me këto Doizin e me gjithë të tjerët, si dush, i bëri një shërbim me sjelljen e tyre agresive ndaj nesh, i bëri një shërbim vetë protestës, nga mënyra si mobilizoi energjinë e reagimit publik, por mbi të gjitha me faktin që u detyru dhe do e përkisoj pletë nam, ligjin, duke shpall një përndjekje ndaj atyre që merr me këtë, dhe të shtyr në memet ashtu. Pra këta çdo veprimi që të bëjnë zoti ja ofron mbrapsh. Dhe rasti konkret me drejtorin e policisë, Skënder Hitaj, të del televizor dhe pas një bazë ligjore, pas një nen kodin penal, që ti referohet, po zero po them, tha që dhe tha, kemi signuar procedimi penal dhe do të gjejmë kush e ka bërë e se e ka bërë. Problemi qëndron që kjo është përdorim detyre. Dhe ky njeri, ky drejtor policie që nam Abzu, ka hapi grop tjetër për veten e vet. Dhe unë pardje kam prezantuar draftin e kallëzimit penal që do paraqesim nesër në SPAK në orën 1. Do paraqesim një kallëzim penal nga drejtori i policisë pikërisht për faktin e shpërdorimit të detyrës, pa pasur një bazë ligjore, pa pasur në kodin penal, ka filluar një procedim penal pa ju referuar një bazë ligjore. Dhe ne kemi studiuar mirë bazën ligjore. Dhe gjithë pretendimet e drejtorit të policisë nuk i referohen dot as Neni. Madje Neni që kishte pretenduar për ke parasysh manipulimi kompjuterik, kibernetik etj. Për faktin tonë të mirë, këta idiotët që i lënë gjurmë, sepse në një faqe online zyrtare të qeverisë që merret me këtë fushë, pra me krimin ekonomik, financiar, bazuar tek ndërhyrja kompjuterike, ka të shpjeguar edhe përcaktimin e Nenit në 5 faqe format A4, me të gjitha elementet e përfshirjes se çfarë quhet ky lloj krimi. Dhe të gjitha këto 5 faqe, këta kishin argumentuar që vetëm ajo që s'mund të bën ishte kjo që bën. Pa vetëm ajo fushë që nuk mund të ndryheshin, ishte pikërisht kjo që bën. Sepse të bësh review negative për një biznes të organizuar apo të paorganizuar si veprim, kjo nuk parashikohet në kodin ton penal. Këta mund të bëjnë një ligj të ri, këta mund të bëjnë një ndërhyrje në kodin penal, po nuk mund të bëjnë me atë që kanë. Dhe mënyra si ka kanë deklaruar që do përndjekin njerëzit, që është një idiotësi totale, është një shkelje e rëndë të drejtave të njerëzit mbas legjislacionit ton, dhe duhet të ketë reagime ndërkombëtare për këtë gjë. Pra këta duke dashur të hapin gropa për ne, gjithmonë vjen ke gropa që hapin për ne. Sepse gropa e tyre është hap nga Zoti, jo nga ne. Dhe ata vetëm do varrosen brenda kësaj grope, si s'kan ku shkojnë. Këta nuk kanë asnjë shpëtim. Këta po treten, ne jemi si acit për ta që po i tresin brenda një govate. Sa vetëm po treten, dhe sa këta reagojnë, sa vetëm treten më shumë. Dhe rasti konkret i përndjekjes që ta thanë do bëjmë ndaj njerëzve për cilët kanë bërë sulme kibernetike, është një nga rastet më tipike të dekadencës dhe qëllerimit të strukturës eksistenciale që po e mban ramën ende në karrige, që është organograma e forcës. Organograma që ka policin brenda, që ka lidhje veta, që ka bandat, që ka ministri, ka spektatimorët, i nupsat, fusat e kështu me radhë.
Domethënë, gjithë ky sistem është dekadencë të plot dhe arsye pse ne do të them ta zi penalti spaku. Drejtorën e policisë shpërtisën që kur ti ngreni koburën ndaj nesh, mos haro që kjo burrë ka tytën këtej nga ana jote. Sa herë gjuan ti bie ty plumin. Se vënë s'na bëj gjë, përkundërzi. Vazhdoj reviewt negative të shpërthejnë ndaj rrugës, për kace, apo ndaj personazit tjetër. Por gjithsesi kam një thirrje për njerëzit. Jo review negative vende pa vend për gjithë. Duhet të jemi operacional. Kur ne godasim dikë, ne do ta godasim atë pikërisht që të friksojmë tjerët. Që si godasim gjithë, nuk ka kuptim që ti friksojmë se kemi godit. Puna është të friksojmë, me atyre që zgjedhin, të gjithë tjerët që kujdes se krujnë me protestën, mos se krujnë me protestuesit. Interesant. Jo, është shumë interesante me të ndrejtën. Pastaj, ti futen komendeve këta vlla. Kismet marrë shekullin tjetër. Po, mu duk kot në si persona. Ndoshta. Por janë 1 milion shqiptarë që komentojnë kundër këtij sistemi. Janë 1 milion shqiptarë që komentojnë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Po ku që Në herë më burë, sa popull jemi ne? është e fortë, por jemi gjithë Po këtu. gjithë më Edhe jemi vetëm jashtë vlla, shumë pak këtu. Imagjino të kthehen gjithë tu, sa janë 20 milion, sa janë. i bëj thirrje çdo shqiptari që na dëgjon jashtë Shqipërisë. Ti planifikoj pushimet të Shqipërisë na duan këtu për protestë. Ne do kënaqem po Shqipëri. Sinqerisht që do kënaqem. Unë kam marrë thumë një vend bukur, s'di çfarë do bëj tash, çfarë forcë duhet kem të kthehem në Tiranë sot. Ke parasysh? Ua, Sa shikoj për ne sa protestë vujt sot. është që iki prej këtej. Nuk dëgjoj. Ti kthehesh me orarën e protestës sot, a? Po. Sa të marroj me ty direkt. Je i fort, je raket, nuk e di me qa punon ti vlla, se me benzin nuk besoj në botë, po, që ti boj gjitha, edhe të shkosh në orar protest. Vlla, kur Zoti jep dorën, si ka dhënë shqiptarëve, që nga data 31 maj, e deri tani pandales. Si që kam thonë para 2 vjetësh, tek podcasti që gjaftuar tek Renis Gjoka dhe Eugen Bushpepa, ke garazhit tyre, që thash ne jemi si Bilindona. Bilindona shkoj fikri zjarrin pyet. Dhe i tham, po ti Milingon, Shneti, Kuti, ti e vogël, dhe ajo pika jote ujt, rrugës përmbyll, ka për të fik rrugës nga nxehtësia, sepse do faq, do avulloj. Edhe kërë tha, unë sa po bëj detyrën, tha, jam nga në dur. Edhe e di Zoti atë punë, edhe atë kohë atë tash. Ne shqiptarët, do thash unë, për veprimet tona do vlerësohen. Do jemi Milingona, nuk është se ne kemi fuqinë për ta zgjidhur problemin, po kur ne të veprojmë siç duhet, do na ndihmojë Zoti. Dhe mënyra si reaguan shqiptarët mas Vërnecit ishte pikërisht si Zoti me një energji të jashtëzakonshme, prodhoi këtë fuqi të madhe, këtë fuqi gjigande, që mbën të ke zemrat tona. Dhe na dha këtë peshë fuqishme që po e presim Rama për ditë. E ti thuas, po gjum këtë fuqi, po ke besimin Zotit që e rreth fare. Ke fakti që s'mund imagjinoj do ta humbas këtë mundësi që ka dhënë Zoti. Dhe çdo shqiptar do ta mendojë që s'do ta humbasi këtë mundësi, është mundësia e fundit që ne kemi për të shpëtuar. Dhe Zoti ne duhet ta marrim këtë mundësi dhe ta çojmë deri në fund. Se çdo Zoti do të punomoj, Zoti është me ne, Zoti ka beku këtë protestë. Dhe pikërisht duhet ta kemi të gjithë pozicionin tonë pikërisht në rrugën e Zotit, që të shpëtojmë Shqipërinë nga zhukja, që duhet bëjë ta me duke na përzënë, duke sill kolonët çufo bashkë me strevët e tyre nga India dhe Filipinat. Martin, me që jemi ke protesta, si duket situata? Situata është kjo që e shtuna ka rëndësi. Kjo shtunë që vjen duhet gjigande, kjo shtunë që vjen. Dhe pastaj shtunë që vjen duhet prapë mas dy shtunësh në super gjigande tjetër. Do jetë fundi korrikut fillimi i gushtit. Mos harros se shqiptar vinë në Shqipëri në muajin fund korrikut fillim gushtit, të mos gushtit. Nga jashtë. Ata do jenë në protesta. Do bëjmë protesta masive të pa imagjinueshme. Ndërkohë kama po tretet për ditë. Dhe ne kemi marrë të gjitha masat që do të arrim që ta zhvojmë duke goditur brenda
Të bie do të vetëm brenda Shqipërisë. Të bie brenda dhe jashtë. Sepse ky ka ndërtuar pushtetin dhe fuqinë e tij pikërisht nëpërmjet një networku ndërkombëtar gjigant, i cili është bërë që në nëntor të 2024, kur fitoi Donald Trump në Amerikë, dhe filloi shpërbërja dhe krijimi i një bote multipolare, ku sistemet e fuqishme kanë humbur fuqinë e tyre për të qenë kaq të përqendruar dhe kaq të fuqishme për të mbajtur si njerëz si Rama në pushtet. Në Rama nuk e shpëton dot as i lloj gjoje. E pat në samitin e NATO-s në Turqi se si ky njeri ishte toksik, e mbani larg, nuk e afronte kush, si zgjebe, si leproz, e mbani larg, edhe në fotografi kur vishte e mbani larg. Edhe ato përpjekjet e tij idiote, të çmendura, jo po me atletet bardha që të binte në sy, u ignoruan në mënyrë ke parasysh ç'është ky idiot këtu mes nesh, ç'është ky debil mes nesh, ç'është ky psikopat, ç'është ky njeri që protokollet minimale. Aty ku vijnë gjithë udhëheqja në nivel më të lartë zyrtar botror, e nivelit më profesional, më institucional që ka pa në historia e njerëzimit për shkak të fuqisë që ka historia e NATO-s e raport me përfaqësimin, nuk po merren me vlerat etj. Po merren me protokollet, pra standarde të larta protokollare. Ky gomar shkon me atletet bardha, thotë ne jemi popull zulush, edhe popullin ton zuluve ka ca tradita idiote që njerëzit do rrinë të veshur me kasht e do marrin shtiza në dorë. Më kupton logjikën, do marrin kokë sakurora me gjethe. Më kupton logjikën, tamam si një indigjen absurd, psikopatik në atë ambientin, ky me atletet bardha, ky idiot. Dhe e trajtuan si qen, e trajtuan si një zgjebe aty, po s'kan çfarë bëjnë, se protokollet thonë që ky duhet ishte aty se kështu janë rregullat e NATO-s. Çdo shtet është një antar i barabartë, mes barabartëve. Dhe në këtë logjik, po i them njerëzve që ky në Bashkimin Evropian me ato që bëri të ngurliç në kishtemone e kapitullit evropian e tjerë, është një gënjeshtër e madhe. Të kapitull kishin marrur para i viti. Dhe ishte thjesht protokolli martakos që s'kishte atë rëndësie se këtë në Parlamentin Evropian dhe në Institutin e Bashkimit Evropian e kanë vënë në target. Ky nuk shpëton dot, as brenda dhe as jashtë. Po jashtë ka shumë rëndësi për ne, dhe arsyeja pse ne kemi dhënë një strategji inteligjente në marrëdhënie me jashtë, ku për shembull kemi reduktuar posterat në maksimum që kanë bënë me kolonizimin e çufave në Shqipëri, ka të bëjë pikërisht me mediatizimin ndërkombëtar, që i duhet proteste për të mos akuzuar për antisemitizëm, që Rama shpikur me gjitha mjetet ta inkurajoi duke shpikur bashkë me ambasadën e Izraelit, pas flagë ndryshe si ai rasti që mbushi bulevardin me flamujt e Izraelit, që çoi person si çoi turmën me njerëz të vet drejt çoi një person që gjëra nuk e gjeti policia ku ishte, ku të gjitha kamerat e të gjithë rrugës se kanë zbuluar me koha me vakt kush ishte personi që e shpuli e çufave nga përfaqësia e tyre, dhe ata e dinë se ku e ka bërë, pa ata e fshehin se është njeriu i tyre që e ka bërë, se është provokimi i tyre, tashmë ka kuptuar dhe lopa në çdo trup diplomatik. Dhe kjo është arsyeja pse ambasadori gjerman para një jave bëri një gjë që ishte ndodhur në herë për protesta. Megjithëse të gjitha dokumentat e policisë, deklaratat zyrtare të policisë, paraqisnin pretendimin që ishin protestuesit që kishin provokuar dhunën, ambasadori gjerman tha nuk dihet se kush e bëri. Ende në kërkim të së vërtetës. Pra e ignoroi deklaratat e policisë që dhunë kishin shkaktuar protestuesët. Dhe kjo deklaratë ishte shumë e fortë, pasi tregon që ka ndodhur një fenomen shumë i rëndësishëm i fitores tonë në këtë betejë historike që është për të shpëtuar Shqipërinë. Ajo që ka ndodhur është që Rama si është marrë armat më të fuqishme për të për të përzënë shqiptarët, që ishte konsensi ndërkombëtar, thonë që ruan stabiliokracinë. Çfarë do thotë? Ky njeri përdorte stabiliokracinë për të zhbërë demokracinë dhe për ta përdorur zhbërën e demokracisë për një dhunë sistematike të sistemit të tij politik për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Dhe pikërisht stabiliokracia që ishte arma e tij është vendosur në gravitet, tashmë stabiliokracinë e ka protesta. Ne mbajmë paqen dhe qetësinë. Është protesta që armën më të fuqishme që ka stabilitetin. Pra, mos me thuj xham. Mos me thuj një xham. Dhe të gjitha shtyr, dhuna juar është produkt drejt për drejt i policisë së shtetit dhe i kolonës 5 që përdor her pas here Rama me ndonjë personazh brenda protestës për të shpikur pikërisht dhunën. Sepse njeriu
i ka humbur çdo gjë sepse njemi ata që i ruajnë policët. Nuk i ruan policin, i ruan protestuesit policët. Dhe Rama është diskredituar ndërkombëtarisht se njeriu që ka nevojë për të prodhuar akte dhune në protestë. Dhe ambasadori gjerman i vuri vulën që është Rama që po prodhon dhe provokon dhunë. Kujtoni makinat me ujë ditën e protestës së 1 të mërkurë, kur ishte ndeshja e Izraelit me Shqipërinë. Ishte provokimi i pastër i Ramës. Kujto flamujt e Izraelit që u vun në bulevard, që i vuri Rama, që i hoqi me urgjencë, kur ne diskutuam që ishte provokim. Mendohet pak gjithë ngjarjen e ditës së enjte dhe të martë në parlament, javës që kaloi, se si ishte policia që përgatiste akte dhunës. Se njerëzit që gjuajnë me vesë dhe me pjeshka makinat e deputetës nuk konsiderohen kur të dhunshëm, kur në botë. Dhe llogarit pak pasaj që unë kam filmuar dhe kam treguar gjithë sketën, dhe uroj që dhe ti kur të marrosh transmetimin ta futesh gjithë videon që kam për 18 minuta që tregon si e gjithë ngjarja ishte skenar i Ramës dhe i policisë për të prodhuar dhunë, ku unë tregoj se si para se flasja janë bërë gati provokatorët e policisë, unë i kam filmuar nga mbrapa, jo nga para si kamerat e tjera, ku tregon që ata po bëhen gati për të goditur me armë me gaz, goditur qytetarët me armë me gaz, elmues. Qytetarët, të cilët ishin paqësorë dhe po rrinin, ishin ulur në tokë. Ata po bëshin gati për t'i gjuajtur. Pra, nga të gjitha skenat filmuara, se si këta po provokonin protestuesit. Dhe në të gjitha anët, në të gjitha kushtimet, ishte policia që e prodhoi edhe dhunën, duke goditur vajza dhe gra me sprajt kundër arrimëve. Janë të gjitha të filmuara, të gjitha dokumentuara, ku qytetarët nuk mund të jenë të rrezikshëm se gjuajnë e vesë. Dhe skenat që ndodhen me gur ka ndodhur vetëm si kundër reaksion i dhunës shtazarakët policisë si fazë e dytë. Dhe ata kanë qenë disa individ që s'mund të përfaqësonin fare protestat që gjuajnë me gur. Pra koncepti është që gjithë ngjarjet e provokimit dhunës kanë qenë. Po ashtu edhe ngjarja e goditjes së komisariatit numër 3 në Tiranë, xhamat, një ditë të shtunë kur ishte kaq e bukur protesta, që na ka shumë njerëz në protestë, ishte e gjitha skenar i policisë pasi njerëzit që e bën këtë gjë nuk kishin lidhje fare me protestën. Dhe duke qartë që ishte një provokim i pastër. Dhe mënyra se si njerëzit duhet të rrethonin kryeministrin. Dhe kjo është ideja e marrimit. Dikush i çoi, siç e bën gjithmonë, drejt komisariatit, dhe aty në komisariati, ta persona që ishin me maska, që s'kishin lidhje fare me protestën, që janë identifikuar dhe me fytyrë, që s'kan lidhje fare me protestën, ta njerëz që thyen xhamat, ishte thjesht një skenar i policisë dhe kur kaloi ke rruga Mine Peza, shoh xhamat e thyer që rrin aty thyer dhe të parregulluar, pse i lënë rrëdhimisht për bërë spektakull të destabilitetit dhe të destruksionit dhe të vandalitetit. Dhe në këtë moment që ambasadori deklaron zyrtarisht që nuk e dim kush është punën, do thotë që kur ti nga qeveria shqiptare ke një informacion zyrtar, diplomatik, që e kanë bërë protestuesit dhe ti e vend në dyshim këtë gjë, ti s'po thuaj që të përveç se ka bërë qeveria këtë gjë, dhe ka bërë policia. Dhe në këtë lloj kuftimi, mund të them që të gjitha shërbimet e huaja që ndodhen sot në Tiranë, të shumë palëve, të Gjermanisë, të Amerikës, Turqisë, Izraelit, të Iranit, të Serbisë, të Greqisë, të Francës, të Anglisë, e kështu me radhë, në një farë i bëjnë mirë protestës në një kuptim. Sepse gjitha këto shërbime çfarë bëjnë? Duke konkuruar, duke marrë kontroll njëri tjetrin, këto prodhon informacion të drejtë për drejtë nga terreni. Duke zhbërë çdo informacioni që prodhon policia e shtetit dhe Edi Rama për konsum ndërkombëtar. Që do thotë, duke më vlerë as manipulimi që sepse burimi i informacionit shkon drejt për drejt i pastër nga të gjitha anët dhe zhvon çdo lloj manipulimi që mund të bëjë qeveria apo televizionet e Edi Ramës, apo mediat e Edi Ramës, apo shërbimet e Edi Ramës. Dhe si lajm që ta kesh është që dy përfaqësuesit më të lartë të shërbimit anglez, të shërbimit francez dhe gjerman, kanë ardhur në Tiranë para një jave e gjysmë dhe kanë takuar Vjosa Osman, atë se e ka ajo më. Ja rrova me sa drejtoreshë Shishit që vjen nga Kosova. S'po vjen tash. Emri i saj, Vlora, si e ka ajo. Edhe kanë biseduar gjëra gjatë dhe pas këtij takimi Rama ka kaluar një gjendje shumë të keqe nervash, sepse arsye këto dy shërbime kanë ardhur që tashmë kjo qeveri është konsideruar si një qeveri që përprodhon destabilitet në rajon. Pra, arma e stabiliokracisë që Rama ka pasur kundër nesh
për të na shtypur sa donte, se ky i mban kontroll shqiptarët, ka ndryshuar. Tashmë e kemi ne stabilitetin që e duam, dhe është Rama që nuk e do. Pra Rama është problemi për Ballkanin, nuk jemi ne. Në këtë lloj kuptimi, siç kam shpjeguar javës tjetër, konceptin e ishullit Samson, apo e mban mend besoj. Po. E njoh. Po këtu janë, po të ngjej me kujdes. Po, ke parasysh konceptin e ishullit Samson? Po e kishim radhë se Ishulli Sazanit? Po. Pra Rama tashmë është kthyer në një problem ndërkombëtar, destabiliteti, dhe ky është hapi i parë për të rrëzuar një diktator. Dhe ne kështu kemi detyrë ta shym dhe tumnerës se ndërkombëtarët atë rreqën. Ky qytet procesi i tretë i stit, pasi po shpërbëhet gjithë struktura nga brenda. Rama ka pasur mbledhje me vetë dhe i ka sharë me libër shtëpie deputete çfarë jam, dhe i ka thënë që ja, vetëm Ardit Bido lufton për mua, vetëm në një gjela unë të mbroj Ardit Bido, ka thënë, po ju ku jeni, ka filluar gjithë ta të reagojnë. Problemi që sa më shumë reagojnë ta, aq më dëm bëjnë. Pasi këta janë gjithë të urryer tashmë, janë qesharak, dhe të pa, si thosh, Rama nuk ka kush e mbron, në kupton logjikën. Nuk ka kush e mbron. Është ajo titulli i famshëm. Nuk ka kush t'i shkruaj. Ke parasysh, nuk ka kush ta mbroj, sepse ata që e mbrojnë bëjnë më shumë dëm. Kur del Gonxha në televizor shpërthen pafundësisht një lum komentesh, sharjesh ndaj Blendi Gonxhës, ndaj Edi Ramës, ndaj sistemit, ku një pjesë e madhe janë të vetët. Këta kanë humbur kontrollin mbi çdo dikaster, mbi çdo institucion të tyre, mbi çdo bashki, ku njerëzit të gjithë tashmë kanë shpërthyer dhe nuk janë ndjen më. Ti shohësh në korridore, nuk kanë më frikë me folë për ministri, në për institucione. Të gjithë po thonë që iku për shele kjo punë, ky s'bo, ky do iki, ky kështu, ky ashtu. U ka humbur fuqia për të prodhuar patronazhim dhe frikë. Është vrarë frika brenda korridoreve të shtetit, vëlla. Është vrarë frika kudo. Na thonë njerëzit që s'vinë dot proteste, thonë nuk do të identifikosh ta vinë inspektorët, që sillim njerëz të tjerë, thonë, sillim njerëz të tjerë. Vetë vinë po sillim të tjerë. Pra këtu është vrarë frika, kjo është fitoria më e madhe. Dhe i vetmi problem që kanë gjithë shqiptarët për protestë është vetëm kjo. Ore do e shkulim dhe kur do e shkulim. Dhe të gjithë thonë që ky sikëm pa e vra. Kështu thonë të gjithë. Se gjithë që kam takuar deri më sot, në raport me këtë gjë më kanë thënë të gjithë, Rama nuk ikën po se vramsh. Dhe gjithë urrëtitë që kanë ndaj Ramës tregon një gjendje emocionale kombëtare ndaj Ramës. Ajo që u them unë është ne po e tresim. Zështë akoma proces nevoja për ta tresur. Dhe të fare po jelet kështu i tretur totalisht do të kaq për ta nduar. Të unë besoj që ai sjep dorëshën. Në gjitha manovrat që mund të bëjmë me zgjedhjet parakoshme, i kemi marrë masat nuk, s'ka për të bërë zgjedhjet parakoshme. Qofse do shihni çudi, do shihni momentin kur ndërkombëtar, kur dëgjojnë që ky do me shpall zgjedhjet parakoshme, kanë për të bërë blok të tillë sepse ne do ta pushtojmë me president, me KQZ, kush guxon të fshijë të zgjedhjet parakoshme, pa ndryshuar kodin zgjedhor, pa ndryshuar qeverinë, me qeveri teknike, ta harroj kush se do bëj, se unë e di që gjithë pazari sa Berishës, Edi Ramës, i këtij Adriatik Lapajt, Agron Sheja dhe Arlind Qorit është bërë zgjedhje parakoshme që këto tre partitë e vogla që vjedhin pa kënaqësinë popullore për shquar votat e tyre, se këta duan më shumë partinë se sa Shqipërinë. Kurse Sali Berisha dhe Edi Rama kanë vetëm shpresë që duke kontrolluar komisionerët që kanë patronazhimin, pajisjet Smartmatic, Sorosit, nuk e QZ, duke rritur pra pushtetin mbi zgjedhjet, të mbijetojnë përballë kësaj urrëtie masive popullore, duke harruar që tashmë gjithë shqiptarët janë përbashkët, janë kundër zgjedhjeve parakoshme, edhe të gjithë demokratë dhe votuesët e Pikut, edhe të Agron Shejait, edhe të Arlind Qorit, se janë kuptuar që nuk ka zgjidhje Shqipëria me zgjedhjet parakoshme. Me këtë kod zgjedhor, duhet ndryshuar kodi, por që ndryshohet kodi, duhet qeveri teknike. Dhe se si votohet ai kod, ajo qeveri teknike, ne kemi një ekspres vitit 2016 që qelloi përkeq që ishte reforma Sorosit, ku votuan 140 deputet nga Afrika ndërkombëtare. Tashmë ne këtë armë ndërkombëtare kemi të fortë, kemi proteste shumë të fortë, dhe ditën që do guxojshin këta që të konë zgjedhjet parakoshme, atë ditë do shikësha në sheshin para kryeministrisë njerëz që do kishte më shumë në sheshin Anë Tereza dhe kjo Skënderbeu se sa përballë kryeministrisë. është interesant. E ma zarova dhe pyetjen tjetër që kisha për atë takimin që kishte atje, ai e zgjidh, ai dhe gaz i përmlodhe. I fortë. Shikom. Kam edhe i pyetje. Ore, me Turqin apo thellohet gropa, apo
Rinë aty domethënë si tush një problem të ri që mos e këput. Turqia ka bërë mbledhjen Ramës. Turqia ka në target Ramën, po dhe Sali Berishën. I mamën që në protestin e Sali Berishës, së mungon dhe asere poskre kundër Erdoganit. Si që pun kishte protesta e BD me sulmuar Erdoganin, vetëm Sali Berisha është në gjendje të prodhojë këtë lloj psikopatie në duke, po që fakt është thjesht një lëpirje ordinere dhe e veritshme si Shabat Goi që është ndaj çufove. Dhe ambasadën e Izraelit dhe politikës Izraelit në Shqipëri. Sepse të dy këta, Sedi Rama, Sali Berisha, çdo dhe tre zarët e vegjël, Adratik Lape, Adron Shea dhe Alin Çori janë Shabat Goi të Izraelit, të cilët janë lëpirësa që e kanë shitur Shqipërinë tek armikut. Turqia ka bë ben Edi Ramës, për shkak se ka shkatëruar të gjithë investimin e misis turke në Shqipëri në raport me atë që ishte një detyrë e Turqisë në NATO për të suportuar ushtarakisht Shqipërinë në vitin 97 deri më sot. I shpjeguar disa herë historinë e Talimanit që NATO nuk mund ta përdorte si bazë për faktin se ka qenë Traktati i Varshavës. Dhe sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të vitit 1991, traktatet që ndërtuan atë kohë, NATO nuk mund përdori bazën e Traktatit të Varshavës. Por Turqia ishte i vetmi vend që kishte drejt ndërhyrje për shkak se baza e Pashalimanit pas vitit të Traktatit të Varshavës e pranërisë otomane. Dhe arsyeja pse Turqia ushtrin shqiptar në Pashaliman, me asistëncë teknike, për ta bërë atë një bazë ushtarake në veprim, që pikë një traktat në vitin 1920 që ka pas Shqipëria me Turqinë, është 1924, në shkruar nga qeveria e asaj kohe që drejtohej nga Ahmet Zogu dhe Turqisë, që quhet Traktati Misisë së Përjetshme, që ishte një traktat që synonte edhe ndihmën ushtarake në Shqipëri. Dhe Turqia, me një traktat në fuqi që 1924, ka suportuar Shqipërinë në kuadër të NATO-s mas vitit 90. Dhe Pashalimani është një bazë ushtarake shqiptare. Tashmë Rama e ka kaluar si bazë ushtarake e Izraelit. Dhe gjithë investimi 30 vjeçar turk ushtarak në këtë bazë, tashmë ka kaluar si një aset blurat nga Rama në Izrael, që konsiderohet si armik i Turqisë, armik ushtarak i Turqisë. Dhe po ashtu, kjo bazë është kthyer në një kantier të një flote armike me Turqinë, që është flota e Izraelit, Greqisë dhe Kipros të greke. Dhe në këtë lloj kuadri, kjo ka cënuar gjithë interesat gjeostrategjike të NATO-s në rajon. Duke llogaritur Sazanin që kthehet në një shumicë Samson të Izraelit, ekzi si një koloni e Izraelit, dhe Pashalimani si një bazë ushtarake e Izraelit, i shumicë Sazanin kthehet në një shumë Samson totalisht të rrezikshëm për gjithë Europën, si qendra e bazave ushtarake atomike sekrete të Izraelit kundër Europës, kundër çdo kryeqyteti evropian, dhe nga ana tjetër në Hormuz të gjithë Mesdheut në raport me Adriatikun. Tani, siç është ndarë gjeopolitika e Mesdheut, interesat gjermane mbulohen në Mesdhe nëpërmjet Adriatikut. Dhe Kroaci, Shqipëri, Kosovë, që janë një aleancë ushtarake e ndërtuar nga Amerika dhe nga, pikërisht garantonin stabilitetin e influencës gjermane në detin Adriatik e hyrjen në Mesdhe. Pra, roli gjerman në Mesdhe realizohesh nëpërmjet Adriatikus. Kalimi i Hormuzit, pra ishullit Sazanit, pra ishullit Samson, në duart e Izraelit, që këthën një Hormuz anti-Gjerman. Duke menduar është Gjermania e Irani në raport me Izraelin, pra Hormuzi ndaj Gjermanisë, pra geopolitikës mesdhetare gjermane në rajon, duke llogaritur që Franca kontrollon Mesdheun në raport me një aleancë që ka me Greqinë, me Kiprin dhe Izraelin, duke qenë se Gjermania është një aleancë mesdhetare nëpërmjet Turqisë, pra që mbulon Mesdheun nga aspekti lindor nëpërmjet Turqisë, nëpërmjet kontrollit të Otrantës nëpërmjet Adriatikut, duke llogaritur rrez që është në Gibraltar dhe në Egjipt, në Suez, duke llogaritur pra këtë ndarje globale të interesave gjeopolitike rajonale, ajo që ka bërë Rama me Izraelin ka shkatëruar të gjithë gjeopolitikën rajonale dhe Turqia është vendi kryesor që ka detyrë të zgjidhë këto problemesh nga Gjermania dhe fuqitë të tjera më të mëdha. Tani, ku është Amerika? Amerika ta tha Trumpit në Turqi, kur vajti takoi Erdoganin, duke konsideruar Erdoganin dhe Turqinë një aleat kryesor Amerikës në rajon, pra në Mesdhe.
si një superfuqi rajonal. Dhe koncepti i Erdoganit dhe i Trumpit në raport me mesdheun është një koherencë politike, diplomatike, interesash. Fakti që Amerika dhe Italia në këtë moment i kanë marrëdhënie të tilla më të keqe të mundshme, është në favor të Shqipërisë. Pse është favor të Shqipërisë? Sepse Edi Rama e ka ble Italinë politikisht nga ana qeveritare. Për shkak se i ka ofruar Italisë disa shërbime, disa nevoja, disa resorse të Shqipërisë, që ka kënaqur interesin italian duke i kërkuar në shkëmbim që të mbajnë Ramën në pushtet duke ndetur në favor të Ramës në pozicionet e veta politike, duke kthyer qeverinë italiane në një qeveri anti-shqiptare. Dhe pozicioni i qeverisë Melonit ishte anti-shqiptar, përdesë se mban një anti-shqiptar si Edi Rama në krye të Shqipërisë dhe suporton atë. Dhe goditja që ka dhënë Amerika Italisë në aspektin e marrëdhënieve diplomatike dhe ushtarake është në favor të Shqipërisë. Pra çdo goditje që bën Trumpi Melonit është në favor të Shqipërisë, pasi pozicioni i Melonit është anti-shqiptar për shkak të korruptimit që ka bërë Rama në interes të Italisë në disfavor të Shqipërisë, që ka bërë Italisë në interesin e vet duke apunuar popullin shqiptar. Që kjo për mua është idiotësi, sepse një qeveri italiane nuk mund ta konsiderojë Shqipërinë me faza 3 vjeçare, 2 vjeçare, 4 vjeçare. Pas Italia dhe Shqipëria janë prej 100 vjetësh aty bashkë. Dhe marrëdhënia Italisë nuk mund të konsiderohet si një marrëdhënie mandatesh qeveritare 4 vjeçare të qeverive përkatëse pushtet. Dhe arsyeja pse Meloni ka një pozicion anti-shqiptar është sepse i ka kërkuar Rama të marrë këtë pozicion duke shpërblyer me ujin e Bistricës, që është uji i përndëshëm, me projekte ndërkombëtare, si është dhe rasti i refugjatëve, edhe i llumit që ka Italia, që nuk ka ku ta çojë, që e sjell në Gjadër e kështu me radhë. Dhe këtë lloj kuptimi, ne jemi në avantazh kur kur Trumpi godet Meloni. Nga ana tjetër, Gjermania ka vënë target Shqipërinë. Franca që përpiqet të mbajë Ramën ka bërë një pazar shumë të nxjerrë kundër shqiptarëve dhe prandaj është edhe Sali Berisha, edhe Edi Rama, edhe Abdullah Dapaj, edhe Abdullah edhe Armin Qorri. Sepse Franca ka negociuar që detin e jon ta marrë Greqia dhe në Greqi ka marrë koncesion të një kompanie nafte franceze të qufëve Francës që kontrollon gjithë detin jon me vulë greke, jo shqiptare, dhe shqiptarët do të ketë më det jon. I vetmi det jon që do kemi do jetë kjo copa këtu që kam këtu me hapa, që s'deri ke fuqia tretë që i thënë ne. Derisa të na marrë noti, kupton logjikën. Pastaj nuk duhet me Kipris, do të jetë e Greqisë. Ky është marrëveshja që është bërë. Dhe prandaj është Sali Berisha e gjithë atyre, sepse të gjitha zagar kanë themel Francën. Të gjitha leadershipi shqiptar vijnë nga Franca. Tash ne kemi shpjeguar që Franca është aleati i servisë të Greqisë dhe ka qenë gjithmonë armiku i shqiptarëve. Dhe që nga koha mbas Vesat Pashkës me Enver Hoxhën, të gjithë politikanët shqiptarë që kanë sunduar dhe shkatruar dhe dëmtuar interesat tonë kanë Franca me Enver Hoxhë, Edi Ramë, Fatosllano, Sali Berisha dhe gjitha zdarat e rinj. Kushdo që vjen nga Franca, është armiku i Shqipërisë, sepse i shërben armikut, aleatit të armikut tonë, që janë Serbia dhe Greqia. Aleatit tonë kanë qenë tjerë gjithmonë, ka qenë Gjermania, Austria, Amerikë. Dhe në këtë lloj geopolitike rajonale, të të natyrshëm janë me ne që jemi në protest. Armiqtë janë të natyrshëm janë me Ramën pushtet. Pra çdo shqiptar që është me Ramën është me armikun vllai. Dhe në këtë lloj pozicioni i Turqisë nuk konsiderohet si pozicion armik, por përkundazi aleat. Pra ne konsiderojmë Gjermaninë edhe Amerikën aleat të Shqipërisë në këtë moment për shkak se pozicioni i tyre favorizon shpëtimin e Shqipërisë nga kolonizimi, shpëton Shqipërinë nga kjo qeveri kueslinge që po shpopulon Shqipërinë për ta ripopulluar me 300.000 kolon nga Izraeli, pak naço me atje, dhe një emër të tyre nga India dhe Filipinët. Kjo është përgjigjja kur pyetet për Turqin. Jo përgjigje po. Kjo është cigare fundit. Dhe tu s'ka më cigare, pra tash do ta mbyllim pak me këtë cigare më të fundit. Jemi në fund. Jam në skund në një vend të mrekullueshëm, një vend virgjë me një lokal fantastik që është një banakier tipik nga ato kur vija në plazh, nga ata personat e fshatit që ishin kështu vetë dhe që kur e kujtoj Shqipërinë e viteve 90-2000 në plazhet e jugut, është parajsa e botës, se kur ishim me të zonës, kënaqeshim, ta duke vetja sikur ishim shkëputur nga gjithë realiteti. Dhe përshëndes zotërinë që kam këtu,
është një si puna jonë. Në një vend të gjithë, vend fantastik. E përshëndesim edhe neve. O i madh, sa të pi cigaren e funit ti, dhe në zonë 1, kam një pyetje të funit, Ja, sa të shumë shkurt. Shumë shkurt. Për sa i përket Amerikës edhe Iranit. Një gjë të shkurtër. Ka pas një informacion, domethënë që Trumpi ka shpreh që ampushimi ka marru, kështu që bëjmë bisedime nuk është se kryen një funksion të madh. Ka pas edhe një lajm që një tip atentati ndaj Trumpit, nuk e din nëse e ke lexu ose të ka rënë përpara me. Vazhdon pyetjen dhe e di që unë lexoj para se të futem në këtë podcast. E drejt. Si e situata Amerikë-Iran për momentin? Situata është kjo. Trumpi në marrëveshjen me Iranin e ka kuptuar dhe lopa që Irani është bërë më i fortë se kurrë. Dhe japësh 580 Iranit, nga këto 280 të bllokuara dhe 300 ndihmë asistencë, do thotë të financosh ushtrinë më rënike që ka pasur në historinë e Izraelit. Të financosh jo vetëm ushtrinë, por edhe industrinë. Dhe të heqësh bombën atomike si kusht për t'i dhënë avantazh financiar për industrinë e raketave balistike, do thotë ta mbash Izraelin të boshatisur në eksod total, pasi çdo izraeli do largohet nga Izraeli, duke menduar që e ardhmja vetë është gjithmonë e pasigurt. Dhe kjo është tamam një akt cike që i vutet Izraelit në Amerika, që unë kam kaq muaj që refuzohem nga masat më madhe njerëzve në logjikën time dhe që unë vazhdoj ta them, e kam shkruar në anglisht në Substack teorinë time të lojës para se të bëjmë bombardimet. E kam shpjeguar që kur ti ke marrë peng dikë, pengu, për të shpëtuar nga pengmarrësi, sulmon targetin që e detyron pengmarrësi të shërmoj, që targeti të fuqizohet dhe jo të dobësohet, që të hajë pengmarrësin. Pra, shkurt, ta të rregoj me motë të shpengashe. Momentin që Izraeli ka marrë peng Amerikën, apo më saktë, Bibi ka marrë peng Trumpit, dhe Amerika është gjitha peng e Izraelit, po marrim rastin konkret, dhe i detyron që të sulmoj Iranin, në mënyrë si sulmon Irani në Amerika që ta fuqizoj Iranin. Në mënyrë që Irani të hajë Izraelin, që Amerika shpëtoi nga pengmarrja dhe Trumpi shpëtoi nga Bibi. Dhe kjo është kuptuar tashmë nga marrëveshja që negocion midis Iranit dhe Amerikës. Dhe arsyeja pse Amerika i tha Iranit, i tha Izraelit, ti u bombardova unë Iranin, ka të bëjë pikërisht me fuqizimin e Iranit kundër Izraelit. Dhe çdo njeri që nuk është dakord me mua, mos jetë dakord me mua. Koha do flas. Ajo që duhet bëj dakord me mua është që sot Irani se çishte. E dyta, është bërë më rrezikshëm për Izraelin se çishte. E treta, është bërë më dobët se çishte. E katërta, shkatrimi i gjithë bazave amerikane në rajon ka shkatëruar totalisht infrastrukturën mbrojtëse të Izraelit. Dhe ka dobësuar totalisht Izraelin në rajon. Ka fuqizuar marrëdhëniet e fuqishme të Iranit me çdo vend në rajon. Armisia ndaj Turqisë e Iranit, në Izraelit, ka bërë që Irani të shtoj fuqinë e saj, por ndërkohë që gjithë rajoni të kuptoj që Izraeli tashmë është në luftë me gjithë rajonin. Vazhdoi. Ajo që ka bërë Amerika, duke e lënë Iranin që të shpërtojë të gjithë infrastrukturën ushtarake amerikane në rajon, ato bazë që ka shkëmbyer kur Amerikës dhe as rajonit, por vetëm Izraelit. Fakti që kur bë bombardimi tapec mbi bazën amerikane në rajon, filloi bjerë ishin në Iran, u kuptua që geo-inxhinieria e kontrollit të motit kishte prodhuar 4 vjet pasir në Iran. Dhe shkatrimi i bazave prodhoi dhe shkatrimi i inxhinierisë geo-inxhinierike të kontrollit të motit, që mbante thatësi Iran. Dhe po ashtu, mënyrat si kjo ndikoi në gjithë rajonin, çmimet e botës, naftë e tjerë, kjo e bërë Iranin që sot ketë për herë të parë në histori hegemoni dhe sovranitet de facto dhe mundet dhe jure mbi Hormuzin, duke shkatëruar të gjithë kontrollin anglez financiar të siguracioneve që para parfun në çdo rast konfliktesh për Anglin, apo më saktë për City of London, pra për Çukot, duke e bërë Iranin pikërisht një aktor të rëndësishëm. Dhe kur ne dëgjojmë që Trumpi thotë në vitin 2024 që shpëtoi përqime,
që ka burime që ma kanë bërë iranianët. Të gjithë e kuptuan që e po fliste me gjuhë të koduar për Izraelin, pasi du që kanë bërë këto lloj atentatesh. Dhe kur ai thot do bëja Irani atentat, gjithë e dinë se për çfarë po flasi. Po flasi për atentatin e çupave, të cilët në këtë moment që Trumpi po negocion marrëveshje për ta bërë Irani fuqi më të kundër Izraelit në rajon, dhe të marrë kontroll, dhe të mbajnë terror Izraelin dhe kjo silli refugjat pafund të Izraelit, që pak është fatkeqësi për ne se do na vinë këtu nëse do t'i lejmë, po soqim Edi Ramën, në këtë lloj kuptimi, e gjitha që po ndodh Ligës dhe Iranit është vetëm teatri i mbajtjes me gajret të Izraelit, po që ndërkohë çdo orë Irani bëhet dhe më i fortë. Çdo bombardim amerikan ka të bëjë vetëm me fabulin se Amerika dhe Izraeli janë aleatë. Po kjo është një rrenë e madhe. Kjo është rrena më e madhe në botë. Amerika është e pushtuar nga Izraeli, është e kapur nga Izraeli, dhe Amerika me strategjinë e kësaj administrate po fuqizon armikun më të madh të Izraelit, që është Irani. Përgjigjja ime është, çado që shifni, mos e merrni për atë që po thot njëri po thot tjetri. Apo çfarë po shifni televizor kush bombardon kë. Po shifni finalen. Çfarë rezultati i final prodhon? A bëhet Izraeli dhe Irani më të dobët apo më të fortë? Dhe si është kjo raport me njëri tjetrin? Çdo ditë që kalon, Izraeli është më i fortë apo më i dobët? Irani është më i fortë apo më i dobët? Kjo është vetëm mënyrë që të kuptoni çfarë po ndodh realisht. E ke shpjegu sakt fare. Kështu që e ke shpjegu dhe në kohë fix që ke marrë cigare më duke. Përshëndetje me thonë. Ojman, e mbyllim këtu, Që unë të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Për protest. Po, edhe ai peisazh jot aty, o qa relaksi ke lan bisedës. Ja, një sekundë. Nëse kam tregu një sekundë. Ja u tregoj. Qa mrekulli është? Ec na bone zeli e borë. Qa mrekulli është, po bërë? Qa mrekulli është? Na bone zeli. Ja. Shikoj pak. Parajs. Edhe që jemi në Shqipëri, ha? Jo një njerëz, Se botës. hajde një protest që edhe 10 vjet takimi shqiptare, edhe mas 50 takimi shqiptare, edhe mas 10 vjetësh takimi shqiptare, edhe mas 100 vjet tjetë shqiptare. Se po nuk erdhëm protest, po nuk shkuam të paraqesim numrat aty. Sinqerisht po ja u them. Po sinqerisht. Do vim turistë të huaj në vendin tonë. Do vim ca shlomë aty me ato kërsetat e shpifur. Do na thonë ju shqiptarët larg. Këtu do të vetëm ato që duam ne. Mi jeni vendas të dedikueshëm, që duam në përkëm, se keni pendime, përse për edhe zhdukun. Në ato. Me arkivolet e të afrën nga në kupi, se s'do kemi këti varrosin Shqipëri, se do dali shlomët, si doganier aty, dhe do kenë sa zyrtarë kështu atje indian, që do marrë shënime, dhe punojnë kompjuterit, i doganave shqiptare. Do na lejnë në sfidat, do na lejnë asë më fund vend tonë. Ua, e frikshëm. Po njerëz, ky është realiteti. Veni gishtin kokës, një gjonat për informacion, edhe menoni vetë, futeni trunin punë. Të falenderoj e të pres javës tjetër në studio, Që kërë pashëm dashë. se këtu jemi rahat. Ciao. Përshëndes vllai. Përshëndes. Ja ku e mbyllëm edhe me Altinin. Realisht është pak vështirë, domethënë që të bësh emisionin kështu me video call, po ne do ta bëjmë, nuk do ta lëm pa bë. E kishim faktikisht për dje nuk pata mundësi, po sot e diel e bëmë patjetër emisionin. Kështu që shifemi javës tjetër këtu në studio me Altinin prap, me gjona të reja, me gjona të bukura. Kështu që këto informacione janë. Dëgjoni, shikojeni, futeni trunin punë, menojni vetë si tjetë më mirë, dhe në fund fare, reagoni ashtu si ju mendoni që tjetë më mirë. Kështu që ika dhe takojmë javës tjetër. Ciao, ju punë gjithëve.
Sa po dola nga komisariati, këta nuk mund të më mbanin dot në arrest 72 orë, sepse unë e kam të filmuar gjithçka, gjithë skenën, time edhe vetë, edhe nga kamerat që bën mediat. Unë ndalova makinën e deputetit dhe i gjuajta me pjeshkën që qita në rrugë. Nuk kundërshtova policin kur më arrestuan, mund të them vetëm një gjë. Unë sot isha këtu dhe pata një incident shumë fort, që u fut në një shërt madh prokuroria, komisariati dhe Endri Fuka. Endri Fuka do të me çdo kusht sekuestron 2 celularët. Sipas ligjit 2 celularët avokatit dhe të ish kryetarit partisë që de jure mban akoma pasordet dhe dhënat e informacionit politik të registruar në gjykatë dhe PQZ, nuk mund t'i merrin. Ka zgjatur gjysmore sherrri midis Endri Fukës, komisariatit dhe prokurorisë. Endri nuk i mori dot të 2 celularët. Kush jeni ju? Ju s'keni dokumente identifikimi, kush jeni ju? Kush jeni ju? Ej, policia, kush janë këta? Kush janë këta? Kush jeni ju? Kush jeni ju? Ama vota se duket protesta. Ja ky është momenti. Ata janë si min të brenda, si min. Si min, si min. Si min, dalin dot. Ta kuptojnë që kështu gartoha për ta. Si min do përfundojnë. Jam këtu, kam zënë rrugën se du me kalu deputetet, prandaj i zhvendosin polici. Kam zënë rrugën këtu, jam gati të përleshë me këtu makina s'kalon. Kanë hapë rrugën që të kalon makina e deputetit, kuptoti. Nuk e di kush rë që deputet do jetaj. Këta dy kanë dhënë urdhër duket. Këta e kanë me mua. Ku t'ikim? Është bosh rruga, kur t'jetë e zonë me atëra. E kuptuat? Du me kalu këtu. Jemi live, ta shishtë aksion filmash. Kujtu se pa e rruj për këta. Sot lash dhe dhomin. Kam dhe orarin e dentistit. Jam këtu duke pritur makinën. A i shefi tha, hiqeni ato për mu. Kush për e që muna i herë? Kam në dhëmbi sot, s'po më ndjen më për këta pare. Është një policë aty i rëqë me atë armën që gjuhë me gaz. Ta fokusojmë i qikë. Mas ty policëve me të verdh, si shikoni këta dy me të verdh, shikoni atë ka armën që gjuhë me gaz, të sa tjetëri ka ato bombat e gazit që i kanë qanë sipër. Ata dy policat me kokore të bardha. Anash atyre me veshjet verdh, që janë të policisë rrugore. Gjo, largoni fëmijët këtë moment. Ata duan të gjuan me gaz, po bëjnë gati armën, shikoni pak. Kanë mbulu dhe surat që mëse u njofin ftyrat e ndyra, do gjujnë me gazet, po bën gati armën ai. Shikoni pak, po bën gati armën ai. Ndërkohë këtu ka foshnje, kupton ti? Po bën gati armën ai, qelbësira. Ky është e shefi, ky është shkurti, ky është e trimi i madh i këtyre. Ai që ngeli mrapa dy këtyre me bëjqelli. E ke mazdite, respekte. Ja, lash dhomin sot. Ja, dhe fola me dentistin, po i thash pa marru punë këtu zviatje. Jo, unë po rri këtu se du me kalu makinë e deputetit, po unë jam këtu për të ndalu.
Ata i thonë disa herë kapin atë, unë i kthej, vi afrohem, që do bëjnë, s'kan që bëjnë. Janë live kështu të gjithë. Mos ndalojnë do të rinë rrugë. Pse? Se këtu është bosh rruga, nuk është se po pengoj qarkullimin. Këtu s'ka qarkullim, ata ligj s'kan për të ndalu. Po e bën do shkelin ligjin. Po çfarë thotë me këta? Kanë shansa arrestohet. Kamo. Dgjoj, nuk funksionon ashtu. Fillim duhet të smontohet pak nga pak. E peqet gjithë Europa po i del kundër, dhe të majtë dhe djathtë dhe qendra. Pjesë, është kështu ajo. Çmontim faz pas faze, i bie i tjegëll, i bie i tra, i bie i tull, pak nga pak gjitha do i bin. Ndesa të ngelet lakuriq. Siç ka dalë atëherë. Ashtu do përfundoj. Mirupafshim dashuri, respekte, kalosh mirë. Jam duke pritur makinën e deputetit. Do kaloj këtu. Shefi tha këtyre hiqeni atë, largoheni atë, kështu me fjalën më kap mu. Unë tash jam në një rrugë bosh, që sipas ligjit nuk po bllokoj qarkullimin. Ata duhet gjeni shkak me ndalu. Unë jam qytetar i vetëm, për çest tim kam dalë rrugëve. Kupton? Ti kam zë rrugën. Zdeli ziu. Janë mbyll si mint brenda, nuk dalin dot ka frika populli. Kjo është pikërisht fitoria e ditës sotme. Këta duhet do fshihen nga njerëzit, nuk kanë mundësi as tjetër. Thjesht do fshihen. E kupton ti ma sollën dhuratën. Ma sollën dhuratën e qita këtu ku ula. Jo, nuk është për të ngrënë. Ula këtu. E qita këtu. Më radhë mbi sot, moment që përplasim, kur lëvizim nga dera kryesore, përplasëm me një motor që kishim parkuar aty, aty s'ma bëri policia. Edhe i thash dentistit që do visa të marrë këtë punë. Po këtu pas kemi mengenes. Dentisti shkret duhet pres, s'kam ç'a bëj. Përshëndetje dashur. Ja kam zonë prit. S'ka lom këtu ai. Respekte, faleminderit dashur. Mirë që bëre. Ja, tu zonë prit. S'ka lo këtu ai. S'ka me dashur. Si jeti? Kam zënë Ke rrugën. bërë shumë mirë, aman, sa po na plas shpirti, po na plas. Kjo është për ta vdekën. Absolutisht. I kanë shit gjitha tokat, e gjithë bujqësisë shqiptare, kanë marrë punë. Thjesht ne akoma Po, s'na kanë po, dhënë po, informacion. po, Më thënë, përzënia jonë është mbaru me letra. Po. Tash është kanë me u bën de facto. Teorikisht e kanë bë. Po më duket se këtë herë e ngacmuan më shumë se ç'duhet shqiptarin. Shqiptari kështu e garriur gjithkohës. Sipas ai hyp truni edhe fillon. Respekt e dashur. Po bëjmë gati. Po vjen momenti më duket. Nuk e bleva, e gjitha. Sa po e morën njërin, e futën drejt parlamentit, ka filluar përplasja në policin, filloi përplasja, filloi përleshja, morën një djalë të ri, adoleshent, një zonjë, kanë marrë një zonjë, po e tërheqin zvarr, po gjuajnë me ujë, kanë marrë një zonjë, zvarr, si zvërnec, janë dy zonja në fakt, janë dy zonja, po gjuajnë me ujë, janë dy zonja të shtrirë aty, janë dy zonja të shtrirë të përqafuar aty, 4 zonja në fakt, del makina e ujit, Unë kam një pamje unike filmimi që tregon nga pas një zonjë hypi ke dritarja e
makinës së ujit. Një zonjë zdat, asnjë mashkull polici s'ka drejta prek, ai po i gjuan me gaz, ansor, zonja nuk shkulet, zonja është kapur ka shkatavjer ke dritarja. Kemi një të rrëmbyrë nga policia që kanë quar andej. E gjitha kjo që të kalojnë mint deputetët e fshehur, Unë jam deputeti parlamentit. Po bënin prej orësh për të qarë përdonin e policisë dhe për tentuar për të futur në ambientet e oborit. Shohim që një person është Altin Goxhaj, avokati i cili në këtë momente është i shoqëruar nga dy punonjës të policisë dhe po mbahet për momentin. Jam te komisariati numër 3. Ju përshëndes. I quajtë me pjeshk makinës së deputetit.
Masi u përpoqja të ndalohen mes rrugës. Më morën, më vunë pramet, më sovën këtë reshën me shumë të tjerë. Ndërkohë, dua të përshëndes Edi Ramën. Ndërkohë dhëmbi, isha në dentistit, do vonohë. Sa po dola nga komisariati, këta nuk mund të më mbanin dot në arrest 72 orë, sepse unë e kam filmuar gjithçka, gjithë skenën, time edhe vetë, edhe nga kamerat që bën mediat. Unë ndalova makinën e deputeti dhe i gjuajta me pjeshkën që qita në rrugë. Nuk kundërshtova policinë kur morën, kur më arrestuan, mund të them vetëm një gjë. Unë sot isha këtu dhe pata një incident shumë të fortë që u fut në një shërt madh prokuroria, komisariati dhe Endri Fuka. Endri Fuka donte me çdo kusht sekuestron 2 celularët. Sipas ligjit 2 celularët të avokatit dhe të ish kryetarit të partisë që de jure mban akoma pasordet dhe dhënat e informacionit politik të registruar në gjykatë dhe PQZ, nuk mund t'i merrin. Ka zgjatur gjysmore sherri midis Endri Fukës, komisariatit dhe prokurorisë. Endri nuk i mori dot të 2 celularët. Sot është dita e parë që nga sot edhe sa të ketë kohë, çdo deputet surrati për ta shifni nga këta. Domate, kastravec, vez, pjesh, qatë keni, kokës, këta smutesin në rrugëve, strima. I patë sot si misi u shenë, që dhe tjetë e të rrërash. Ndërkohë, djalit e Shqanqeliun, quhet Ervis Bici, kampion europian i arteve marciale. Bravo! Ju shmang 2 herë me kokë, shkopit policisë donin t'i gjuanin kokë. Dhe e morën policët dhe akuzojnë për kundërshtim. Ai sa kisha dash me kundërshtu, i kisha palos të 4 në tokë, tha. Po i trajtova me shumë respekt. Kyç kampioni Europian. Ndërkohë pata një incident tjetër. Asgjë. Sepse ligji ka 2 nene që përcaktojnë që nëse do marrin një avokati celularin apo celularët, e ka të përcaktuar që duhet bërt me vendim gjykate, sepse unë këtu kam sekretet e klientit, që është privatësia. Dhe po ashtu, unë ende ekzistoj në procedurat e gjyqësore si kryetar, pasi jam ish kryetar i Partisë Alanca Konservatore për Shqipërinë. Dhe është bërë nami, është bërë një sherr i madh midis komisariatit dhe besoj Endri Fukës, që pastaj ndryri prokurori, sepse ai donte me çdo kusht të 2 celular. Dhe i them Endri Fukës, ja ku janë të 2, ti s'do t'i marrësh dot kurrë. As pasordet që janë brenda dhe as do i fshishë rrjetet sociale. Ne do jemi më shumë dhe unë sot dua t'ju jap një mesazh që është më i rëndësishëm nga të gjithë. Ishin gratë dhe vajza trime të Shqipërisë. Dhe ne kemi shumë nevojë për to gratë vajza trime, sepse këto kanë qenë pengesa më e madhe gjithë dhunës policore që unë e kam filmuar dhe e kemi të regjistruar. Se si para se të fillonte përplasja, kishin sjell polis me pistoletat e gazit, që cilët po i bënin gati para se të fillonte. Pra ata kishin plan me prodhues sot dhunën. Te kemi me prova filmike. Dhe unë jaku i kam celular dhe i them Endri Fukës, fuck you. Faleminderit. Më thot je pa mask. Dhe për ditë pa mask. 24 orë ditë thot je pa mask. Dale, 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 dale. Que la playa está de baile.